Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku si çdo të hënë të martë ende të premte ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të premteve mbetemi tek gjeopolitika dhe Kosova. Kanë ftuar si gjithmonë mikun e emisionit Dritan Goxha, Dritan kënaqësi që të kam. Faleminderit. Klet Këlliçi, profesor në Universitetin e Tiranës. Klet, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Dritan, do ta nisim me një deklaratë të sekretarit të përgjithshëm NATO-s Mark Rutte në Berlin, në Gjermani, i cili thotë që konflikti është në dyert tona. Duhet të përgatitemi për një luftë të ngjashme me luftën që kanë bërë gjyshërit tanë dhe stërgjyshërit tanë. Ne jemi targeti apo si thuash objektivi tjetër apo i dytë i Rusisë pas Ukrainës. Duhet kalojmë në një wartime mindset, në një mindset lufte. Si i vlerëson këto deklarata në një kohë ku edhe në emisionin kemi trajtuar nga të dyja palët, nga të dyja anët e konfliktit Ukrainës, kemi deklarata të lufte, që është ajo që duhet të themi. Shiko, në rast se merrem pamjet parë, pra të mbushet mendja që NATO nga një aleancë mbrojtje ka kaluar, pra nga e krijuar për mbrojtje ka kaluar në një hesht tashmë, në organizatë që luftarake sulmuese. Por nuk është ky qëllimi, pra gjithë fjalimi i Reuters, pavarësisht është një hera e parë që një sekretar i NATO-s mban një fjalim të tillë në aspektin e një mobilizimi luftarak, nuk ka të bëjë realisht me Rusinë. Gjithë fjalimi ishte për të ndikuar në mentalitetin evropian. Dhe nuk i drejtohet në realitet Rusisë, pavarësisht se përdoret Rusia në këtë aspekt. Të gjitha fjalët ato ndahen në disa për e para, kërkohet të krijohet mentaliteti i mobilizimit. Pra, kur ti thua që vendos që neve do na sulmoj, pra Rusia në aspektin që ne jemi objektivi i radhës. Në moment që ti thua ne jemi objektivi i radhës, pra do të thotë në këtë moment krijon idenë që neve duhet të mobilizohemi dhe duhet të kalojmë nga mentaliteti i paqes në mentalitetin e luftës, sepse aktualisht Evropa ka mentalitet paqe. Po. Pra kjo është ideja e saj kur ti e përcakton objektivin e atij tjetër që ti ke përcaktuar, që ke bërë armik. Pra ai ka objektiv neve, s'ka objektiv të. Ky është qëllimi i parë. E dyta ka të bëjë ku thotë me ngritjen e prodhimit të industrisë ushtarake. Pra kur Rutte në atë fjalimin e tij përmendi që Rusia është në kapacitet të plot të industrisë ushtarake, ka kaluar në kapacitet të plot ekonomi luftarake, gjitha këto. Pra ti krijon idenë që prodhimi ushtarak ruse dhe jep edhe disa shifra aty, Rutte, pra që janë reale ato shifrat që jep normalisht. Pra për të krijuar idenë se shiko, ata janë kapacitet prodhimi industrial të plot luftarak, ne si jemi, pra edhe neve duhet të mbërrim në këto kapacitete luftarake, pra të arrijmë të prodhojmë edhe neve të ngrejmë industrinë. Po. Pastaj kalon tek aksi i sanksione, i vendeve të sanksionuar, pa që janë Kina, Irani dhe Korea e Veriut. Këtu Rutte mundohet të bëjë një lojë dy fishe, pra e para tregon evropianëve të gjithë dhe i thotë që shikoni, juve keni vendosur 19 sanksione, po bëni gati vendosin 20-ën, po sanksionet tuaja nuk kanë vlerë për sa kohë që Rusia ka marrëdhënie me Kinën, me Iranin, me Korenë. Pra ai thotë Kina është. Për sa kohë ato do të vazhdojnë të marrin energji, për sa kohë ato do vazhdojnë të japin ato çfarë nevojitet Rusisë, pra sanksionet tuaja nuk kanë vlerë. Komponentet kryesore të dronëve dhe raketave vijnë nga Kina. Po përdor këtë për mos t'i thënë evropianëve troç, pra nuk është në gjendje që thotë troçore, këto sanksionet tuaja nuk kanë asnjë vlerë, janë zero. Pra 19 sanksione s'keni bërë asgjë, pse? Sepse ai s'ka lidhje me juve. Pra ai vazhdon ekonominë e tij me ta, vazhdon të marrë atë që duhet nga ata dhe për sa kohë do të ketë lidhje me ata, sanksionet janë zero. Pra po mundohet të thotë që është çdo veprim që kemi bërë deri në tash nuk ka pasur asnjë efekt. Pra po mundohet t'ju thotë evropianëve këtë. Në rast se evropianët e kuptojnë këtë. Dhe po mundohet ta nxjerrë këtë aleancë të tyre, pra sikur kjo është një aleancë, sikur ato kanë bërë një pakt ose një marrëveshje, kanë një plan lufte të katra këto. Edhe nesër këto të katra bashkë do sulmojnë. Dhe këto Rutte përcakton thotë që këto janë armiq që duhen luftuar në blok. Kur e shef në pamjet parë mendohet që ore ky Rutte që nga njëri i çmendur, sepse edhe Shtetet e Amerikës kur ishin në pikun e lulëzimit të tyre të botës unipolare, pra nga 1990 treshi deri në 2019 nuk guxonin asnjëherë të thoshin që ti sulmojmë të katra këto vende njëkohësisht, pra vende nukleare, thonë. Nuk ekzistonte, pra kur e shef thua këtu pasëm i çmendur. S'ka të bëj, ka të bëj
realitetin e frikës, pra që dhe të krijojë të evropianët atë që është e kotë çdo lloj ndërmarrje që juve bëni ndaj Rusisë. Pra duhet të përqendrohemi te vetvetja, te investimet tona, te harxhimet tona. Sepse nuk ka asgjë tjetër. Pastaj përmend thotë që Rusia është e gatshme që për 5 vjet sulmoj NATO-n. Në momentin që ti vendos, pra në aspektin strategjik, në çdo lloj strategjie, kur një strategjie ti në aspektin strategjik vendos afate të caktuara, do të thonë që ti po përgatitesh për të bërë lëvizje të mëdha strukturore. Sepse ke afat, pra ke vendosur afat për 5 vjet do na sulmojnë. Pra neve për 5 vjet duhet të bëjmë lëvizje të mëdha dhe këto lëvizje duhet të jenë jo vetëm strukturore, po edhe ligjore. Dhe këtu ligjore përfshihet edhe ligje emergjence, përfshihet edhe vendime të marra në mënyrë sekrete sepse bëhet llaf për luftën, pra edhe për të hequr liri dhe të drejta të shumta qytetarëve evropian, edhe për mos i vendosur ata ndjeni për të humbur këtë, për të zhdukur transparencën totalisht, pra jo më çdo gjë do jetë transparente, sepse po shkojmë për përgatitje për luftë, duke qenë për përgatitimin për luftë, lufta kërkon sekretim të madh. Dhe këtë sekretim të madh ne s'mund të jemi transparent. Pra po përgatit qytetarët evropian që nuk këtë tutje mos prisin që të ketë transparencë, prisin që të ketë vendime. Në 5 vjeçarin e ardhshëm që po vjen. Kryesisht deri në 2035 bëhet sepse bëhet llaf për çështjen e GDP-s që do shkojë 5% deri në 2035, pra nuk është se do bëhet vetëm në këtë 5 vjeçar, pra në këtë 10 vjeçar bëhet e gjitha. Dhe pastaj kalon te 5% i GDP-s. 5% i GDP-s pra e përcakton qartësisht që neve duhet të angazhojmë të 5%. Ky 5% i GDP-s është shumë për shumicën e vendeve. Pra për 90% të vendeve evropiane është shumë ky 5% i GDP-s që do të vënë. Pavarësisht është i ndarë 3-5% është për shpenzime ushtarake, 1-5% për shpenzime të tjera sigurie. Por kërkon t'ju japi idenë, t'ju thotë trosh që ky 5% që kemi vendosur për shpenzime ushtarake duhet të jetë për shpenzime të sigurisë. Dhe kur them për shpenzime të sigurisë, do të thënë që jo nesër juve të fusni edhe shpenzimet e policisë dhe shpenzimet e çështjeve sociale të fusni te çështjet e sigurisë. Nuk hyn policia dhe sociale atë çështje të sigurisë. Pra, të mos bëjmë më teatr me veten tonë në këto shpenzime, të mos fusim siç kanë nisur tashmë Gjermania, Franca, Hollanda kanë nisur bëjnë projekte për këtë GDP dhe thonë të përdorim projektet dy fishe, pra në aspekt ta përdorim edhe në anën civile dhe në anën ushtarake. Pra të bëjmë ndërtime, projekte dy fishe që të përdoren edhe nga ana civile dhe nga ana ushtarake. Jo, rrute po i përcakton çështësisht që ky 5% do të vetëm për çështje ushtarake, jo edhe për çështje civile. Pra mos lozni, mos bëni teatr siç keni bërë deri më sot, që ti përdorim në dy mënyra këto. Para. Pastaj kur thot vjen në aspektin që Rusia ka humbur 1.200.000 ushtar. 1.200 ushtar. Këto prallat në ditë. Po, këto prallat, për çfarë thot? Këto prallat i thot për të krijuar idenë, është një prallë e cila nuk qëndron, për arsye se duke parë rotacionin e forcave ruse, duke parë aftësinë e tyre dhe kapacitetin e tyre për të servitur forca të reja, duke parë kapacitetin dhe aftësinë e tyre për të rekrutuar në mënyrë vullnetare, pra nuk kemi një humbje të tillë, duke parë fuqinë dhe kapacitetin e zjarrit që përdor dhe që zëvendëson humbjet njerëzore, pra në gjithë rotacionin, në gjithë lëvizje matematike të luftës, kjo që thotë rute nuk qëndron, po pse e përdor rute këtë? E përdor për të krijuar idenë tek evropianët, për të thënë që Putini është duke krijuar një perandori. Dhe kur ky është i gatshëm të harxojë për këtë perandori 1200 rusë në ditë, pra nuk do të pyesi për rusët që vdesin në ditë, po për evropianët që mund të vdesin nesër për të bërë perandorinë e tij. Pra kjo është ideja. Pra ky po krijon një perandori dhe kur ky pyet për njerëzit e vet, por ne nuk pyet jo. Pra shikoni me kë kemi të bëjmë. Pra kjo gjithë për të krijuar këtë idenë. Pra detan po shkot tek Dhe pastaj mundohet ta lidhë luftën dhe thotë që kjo do të ketë reperkusione mbi qytetarët evropian, mbi votuesit evropian, dhe këtu lidhja bëhet në aspektin e saj shumë e thjeshtë. E ke parasysh kur ti merr një elektricist për të bërë vlerësimin e sistemit tënd elektrik në shtëpi. Dhe elektricisti thotë që ky sistemi që ke ti, ky mund të mbajë edhe ca kohë, por ama në rast pas 5 viteve, ky sistemi do të marrë zjarr i gjithë dhe gjithë shtëpia do të marrë zjarr. Dhe ti e thua, po mirë, po sikur të ndroj të vëj një siguresë më të madhe, ose të vëj një prizë më të mirë. Ai thotë ti vë, ndash një prizë, ndaj siguresë, po se ndrove gjithë sistemin, ky sistemi jo do të marrë flak. Pra kjo është ideja që përkën të krijojë të evropianët, të qytetarët evropianë, që shikoj, duhet jemi të gatshëm të sakrifikojmë, pra të heqim para nga shëndetësia, nga gjërat aty kalojnë dorë, sepse duhet që të blejmë, pra është më e vlefshme po i thotë të blejmë një sistem armatimi që kushton $100 milion, sesa të harxojmë këto $100 milion për të ndërtuar dy spitale. Pra, Europa po futet në këtë mindset drejtan. Ky është qëllimi dhe ky është qëllimi i këtij fjalimi, ta fusi në këtë mindset. Nuk ka të bëjë me aspektin që nesër, dhe pse ta fusin në këtë mindset? Dhe fjala kur thotë që juve përmendet sa që do bëjmë luftën që kanë bërë gjyshit dhe pra bëhet lla për luftën e parë botërore dhe luftën e dytë botërore. Atëherë duhet kemi gjë parasysh. Kur dëgjon këtë i referohet luftës gjyshit janë luftës së parë, gjyshit janë luftës së dytë. Oh, e qartë. Ky është referimi historik që ai bën.
Dhe kur ti je sheftë në këtë aspekt, thua, ore ky me gjithmonë pas ka çmendur nga mend e kokës, sepse në 1914 një gabim ose një përllogaritje e gabuar strategjike, për një përllogaritje të gabuar strategjike u vran me miliona njerëz, ndërsa në 2025 ose në 2030 për një përllogaritje të gabuar strategjike për disa minuta do të zhduken kombe të tëra, sepse lufta do përshkallëzojnë luftë nukleare. Përshkallëzon në një përplasje një përplasje të mundshme, të gjitha palët janë definitiv, sepse është një luftë të cilën nga ana konvencionale as NATO, as Rusia nuk mund ta fitojnë nga njëra tjetrës. Por sot me fuqitë konvencionale dhe me avancimin teknologjik dhe ushtarak që ka bërë Rusia në këto pothuajse 10 vitet e fundit, në këtë dekadën e fundit, ka aftësi të shkaktojë Evropës dëme të tilla materiale, pra të shkaktojë një dëm të tillë që nuk e ka parë për vitin 1945, dhe dëmi që mund t'i shkatarojë me goditje do t'i përngjasë dëmit që bombardimi amerikan i bëri Dresdenit gjatë luftës së dytë botërore. Por që të themi që të dyja që ajo fiton, kjo fiton jo, asnjëra palë nuk e fiton dot luftën. Pra skenari në përplasje. Dhe në momentin që ti shkon në këtë pikë, atëherë kur Evropa do shkojë në këtë pikë, edhe Evropa ka dy entitete brenda, dy shtete të cilat kanë fuqi nukleare, është Franca dhe Britania. Dhe në momentin që ti shkon në këtë përplasje konvencionale dhe e shef që nuk po e fiton, atëherë në fund çfarë do të bëjë? Franca dhe Britania do të përdorin bombat bërthamore taktike. Në momentin që ti përdor bombë bërthamore taktike, edhe ai tjetri do të përdori bombën bërthamore. Pra, në fund fare do të shkojmë që për disa minuta do të shkatërrohen kombe të tëra. Pra nuk është i njëjti gabim që bëhet në 1914 ose në 1941 ose 43. Pra kjo është ideja e saj që Rutte po krijon të krijojë. Dhe kur përgatitemi thotë dhe vinte ajo që i bie që të përgatitesh sot për nesër, pra në rast se neve ndrojmë sistemin, në rast se neve armatosemi sot, bëjmë këtë, nesër fëmijët tanë nuk do të shkojnë luftë, sepse po bëhet çështje preventive, pra në rast se ti përgatitesh sot për luftën, dhe përgatitesh mirë ushtarakisht, ndron strukturën, merr komplet armatim të ri, pra kur them armatim të ri, jo ky që është, sepse sot ti mund të kesh prodhim, pra sot një tank Leopard e vërtet është që del sot nga fabrika 2025 dhe ti thua tank, ai s'është tank i ri. Ai është teknologji e vitit 1980. Pra ai është modeli ai s'ka stryjtur punë më, sepse ai tjetri ta ka zënë dhe ti di të gjitha pikat e dobta. Pra ai tanku jo s'vlen as i vler. Pra ti duhet të prodhosh teknologji të re. Dhe kur ti prodhon teknologji, atëherë bën atë çështjen preventive, pra edhe tjetrin bën atë mbrojtjen preventive që edhe ai tjetri kur ti shef që je fuqizuar, i armatosur, je fuqizuar, i ke rritur gjithë kapacitetet tua, atëherë ai të riqet dhe nuk sulmon. Pra kjo është ideja që Rutte po kërkon të krijojë, por duhet ky fjalim për të shkundur evropianët që paguajnë 5% se nuk e paguan kush 5%, sepse ti ke para një jave Gjermania deklaroi që neve deri në vitin 2029 nuk e kapim dot 3.5%. Pra kur deklaron Gjermania që nuk e kap dot 3.5%, imagjinoni vendet e tjera të NATO-s përfshi edhe nere, a mund të kapin neve ato përqindje? E qartë. Klet, si e vlerëson këtë deklaratë të Ruttes, e cila duhet të pati jehon shumë të madhe, e sidomos nëse ma bën dot lidhjen me këtë që thot Dritani, me gjyshërit dhe stërgjyshërit, me luftën e parë dhe luftën e dytë botërore. Po mendoj që Rutte është kryetari një organizate e cila duhet imagjinoj një të ardhme ndofta pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. NATO. Si i tillë, ndofta duhet që të mobilizoj vendet europiane të cilat nesër pas nesër të ruajnë ato çka mund ngelet nga NATO-ja. Kjo është plani i parë. Pastaj plani i dytë, ajo që thot Dritani ka qenë pjesë e komenteve të mëdha që janë bërë kanë paktën një vit e gjysmë, 2 vjet që bëhen. Për sa i përket jo thjesht nocionet e armatimit, po ajo që duket të futet në mendjen ose në mentalitetin evropian, ideja i luftës në vetvete, po ideja që mund të shkohet luftë, pra që lufta është e mundshme dhe është pjesë e natyrshme e aktivitetit njerëzor. Dikush ndje par dje po bënte ose ka qenë një studius holandez i cili ka pa të bërë po vjen mend emri, ka pa të bërë një përllogaritje cila ka qenë koha e paqes në të gjithë botën e civilizuar, duke marrë që nga fillimi i civilizimit deri më sot, ai llogaristë 2 apo 3 vjet pa një konflikt. Pra konflikti është pjesë normale e jetesës në glob, kudo që e shef. Ajo që ka ndodhur në Evropë, jo nga vitet 80, po jo nga vitet 40 e tutje, po nga vitet 90 e tutje, ka qenë që konfliktet nuk kanë qenë të mundshme ose kanë qenë shumë të kufizuara dhe për këtë arsye ka pasur edhe çmobilizim i cili është pjesë edhe e repertorit shoqëror sot. Pra ideja e çmobilizimi nga mundësia e luftës. Qofse deri dje një pjesë e mirë e shoqërive, në një pjesë të mirë shoqërie europiane kishte një memorie të shërbimit ushtarak, jo thjesht si
si shërbim ushtarak, si aktivitet social, si pjesë e jetës e mindsetit pak a të shumë. meshkujve, e mentalitetit. dhe mentalitetit, sot ajo është zhduk. Ka 20 vjet që gati është zhduk. Kjo është një pjesë fundamentale dhe rëndësishme asaj që thotë Rute. Pra ideja është që në Europë duhet mësohesh me idenë e konfliktit, me idenë e luftës. Me idenë e luftës jo thjesht si ide që mund të vi, po me idenë e luftës si pjesë të përditshmërisë tate. Në mbijetesës. Të përditshmërisë. Sot ushtria nuk është më, nëse për shembull mbaj mend një vizitë që kam bërë në 2016 në Singapur, që është një mikroshtet shumë i vogël. Kam vëre në stacionet e metros shumë të rinj të veshur në uniforma ushtarake, burra edhe gra, përgjithsisht burra, por edhe gra. Është një pamje cilën ti nuk e shef sot në Europë. Në Europë jo. Në Europë jo, mund ta shohësh në vende të tjera, po jo në Europë është e pazakontë. Është demilitarizuar. Është demilitarizuar nga pikpamja nga pikpamja sociale. Po kjo është diçka që në Europë ka ndodhur edhe mbas luftës së parë botërore. Pra ideja e refuzimit të luftës mbas luftës së parë botërore ka bërë që deri kur ka plas lufta e dytë botërore, një pjesë e madhe e shoqërive europiane refuzonin idenë e luftës. Vetëm shpërthimi i luftës mobilizoi shoqëritë u mobilizuan për shkak të rrethanave. Po. Dhe ajo që Rute mendon nuk është thjesht ideja e ata që kanë bërë gjyshit, stërgjyshit e kështu me radhë, por ideja e krijimit të idesë që ke shtetet moderne bazohen mbi një mobilizim të madh shoqëror që nga luftrat napoleoniane, shërbimi ushtarak ka filluar të jetë detyruar për gjithë meshkujt e tjerë, ka vende si puna e Izraelit që kanë futur edhe për gratë e kështu me radhë. Lufta moderne është luftë totale. Nëse është luftë totale, atëherë do përfshi gjithë popullsinë, pavarësisht kapacitetit ose jo teknologjik që ti mund të kesh. Mund të kesh një kapacitet teknologjik shkatrimtar, por ti nuk mund ta disociosh nga mobilizimi kolektiv. Mobilizimi i luftës prek gjitha aspektet e shoqërisë. Është shoqëria se tani mund ta di këtë më mirë, por një shoqëri ose është krijuar mbi një modelin e ushtrisë, ose ushtria krijohet mbi modelin e shtetit edhe të do ta diskutojmë këtë punën e NATO-s. Prandaj mendoj që kjo është, por kjo nuk është diçka e re, ka të paktën mbi një vit e gjysmë që bluhet rënd. Jo, është kjo një deklaratë që le të themi do t'i bëj vendet europiane të investojnë më shumë tek Ukraina për shkak se Ukraina shifet si le të themi ai kufiri i fundit apo kështjella e fundit që po mban Rusin larg para 2 javësh redi po kishim një leksion në universitet mbi e kam këtë pyetje direkt. Një sekondë ta mbaroj telegramin e George Kennedy, telegramin e gjatë që i çon një funksionar ambasadës amerikane në Moskë, i cili çon 47 e çon në Shtetet Bashkuara në 47 në 48 diçka e tillë, dhe ai flet për strategjinë e përmbajtjes apo containment. Aty fillon pak a shumë ka pikpamje e mundësisë lufta ftohtë. Lufta ftohtë kishte filluar. E pa deklaruar kishte filluar që ku mbaron lufta që quhet e dytë botërore. Por dhe kjo është në logjikën e përmbajtjes, e containment dhe përmbajtjes. E qartë. Është apo nuk është Ukraina, mbijeton apo nuk mbijeton Ukraina, kjo është situata. A do të çojë, le të themi, ky mobilizim, se duhet thënë që në një farë mënyre Rute, pavarësisht se mbase në bisedën që bëm deri tani nuk e tham, Ukraina shikohet nga aleanca si një kështjellë shumë e rëndësishme që po mban, le të themi, Rusin, si front shumë i rëndësishëm që po mban Rusin nga një sulm i mundshëm ndaj Europës. Dhe do të kemi një investim më të madh të aleancës dhe europianëve. Edhe aleanca edhe europianët e kanë të qartë mirë që Rusia nuk e sulmon asnjëherë Evropën dhe nuk e sulmon Evropën. Bëhet live, por kjo është një retorikë. E para duhet të them aty kur Kledi tha që Rute në fjalimin e tij nuk e parasheh asnjëherë NATO-n pa Amerikën. Për arsye se në fjalimin e tij ai përdori faktorin Trump. Dhe ai tha Trumpi është i vetmi person i cili mund të vendosi paqen ai nuk e përmendi i vetmi, pra domethënë që NATO pa Shtetet Amerikës nuk ekziston. Pra është e qartë, ai në këtë e bëri me dije që neve pa ju bëri me dije evropianëve që neve pa Shtetet Amerikës nuk mund të shkojmë në asnjë vend. Dhe e gjithë investimi ushtarak që duhet bëj NATO evropiane është që këto para të japi për industrinë ushtarake të vetën, të unifikuar dhe të amerikane. Pra, duke u thënë evropianëve që ka mbaruar koha e pushimit.
nuk jemi më me mentalitetin e luftës së tot. Pra ka ndryshuar. Totalisht është ndryshuar dhe përse ju duhet Ukraina? Ukraina për evropianët është fronti më i lirë. Pra këtë po ju thotë, neve duhet të vazhdojmë të mbajmë Ukrainën me para, me armatime për arsye se Ukraina është fronti më i lirë. Pse fronti më i lirë? Sepse ata që vdesin në Ukrainë nuk janë evropian. Sepse në rast se bie Ukraina, po ju thotë, atëherë në rast se bie Ukraina dhe ne së shkojmë drejt një përplasje, atëherë do të kemi ato pasoja që patën gjyshit dhe sërgjyshit tanë, pat njëjtat dëmtimet, njëjtat vrasjet, njëjtat që ndodhen në 14-ën edhe në luftën e dytë botërore. Vetëm atë hartën e Ukrainës që ishte në Ukraina për Evropën vazhdon të jetë fronti më i lirë. Pra, në këtë aspekt Rute e ka konfirmuar edhe një herë atë që kanë pasur evropianët që të luftojnë Rusinë deri në Ukrainasin e fundit. Pra Evropa dhe Perëndimi vazhdon të funksionojë me mentalitetin e kolonializmit. Pra të përdorim atë luftën proxy për të mbajtur atë. Se duhet t'ja mbajnë atë? Sepse mbajtja e luftës gjallë ju jep këtyre liderëve të sotëm evropian të drejtën të qëndrojnë, pavarësisht se këta kanë dhënë vetes një të drejtë morale dhe po flasin të duket sikur flasin mbi një superioritet moral, pavarësisht se kanë degeneruar si nga ana kulturore, si nga ana sociale, si nga ana arsimore. Evropa ka degeneruar totalisht, është një degenerim total, edhe degenerim moral, biles ashtu. Por problemi më i madh është që në rast se neve ja njohim Rusisë, pra në rast se Perëndimi, kjo Evropa ja njeh Rusisë këto territore e Ukrainës, do me thënë që bie poshtë ideja që deri më sot ka qenë krijuar që kufit nuk mund të ndrohen më me forcë. Dhe kjo krijon ide të gabuara të vende ndryshme që atëherë kufirin e ndroi si dua dhe me forcë. Dhe në rast se kjo bie, atëherë bie gjithë sistemi politik evropian. Deri tanishëm. Deri tanishëm. Për këtë arsye duhet mbajtur lufta në Ukrainë e ndezur gjatë gjithë kohës, në mënyrë që mos ta bjerë ky sistem politik. A e parajmëron kjo deklaratë, le të themi, një angazhim edhe më të madh të Evropës? Jo, nuk do thotë një angazhim edhe më të madh të Evropës në Ukrainë, do të vazhdojnë ta mbajnë në këtë angazhim për aq sa mundësi ka Ukraina me njerëz. Në momentin që Ukraina s'do ketë më njerëz, kjo luftë do të shuhet. Por duhet vi duke shuar ngadalë, jo me njohje të tillë. Pra unë po të njoh ty territoret që ke marr. Për këtë arsye Evropa thotë ne nuk i njohim ato territore dhe ngul këmbë për mos i njohur se i bie sistemi politik që ka sot. Ai sistem që ka ngritur deri më sot, nga 45-a deri këtej, që kufit nuk ndryshojnë me forcë. Ndërkohë që kufit, realiteti është treguar që kufit ndryshojnë me dhunë, dhe me dhunë ka ndryshuar gjatë gjithë kohës. Se fakti më kryesor është Kosova. Dhe Jugosllavia dhe Serbia. Me bombardimet të Beogradit. Kjo është fakti më i parë. Kemi Bosnjën, e njëjta gjë përpara Kosovës në 94, pra gjithçka ndron me dhunë. Por evropianët nuk e pranojnë të ide. Ndërkohë, shërbimi i mbrojtjes i Ukrainës njofton se ka një kërcënim nga forcat speciale ruse që po infiltrohen në Odesa nga Transnistria. Që do të thotë që, le të themi, ajo fuqia apo ofensiva ruse ka filluar të depërtojë tani më tek ajo që shpesh kemi diskutuar bashkë për Odesën. Dhe kjo është harta pas meje, është harta që projekton në një farë mënyre se ku po shkon gjëja. Nuk është e vërtetë ajo që po ndodh, ajo që çdo gjë që del nga goja e shërbimeve sekrete ukrainase është një Pse nuk ka mundësi nga Transnistria? Them se s'ka mundësi. Është një gënjeshtër e fabrikuar kastile për të e fabrikuar në bashkëpunim me shërbimin sekret amerikan dhe shërbimin sekret anglez për të paraprirë një ndërhyrje ushtarake ukrainase dhe të ukrainase në Moldavi ndaj trupave ruse që ndodhen në Moldavi. Atëherë pse nuk ndodh kjo? Si ishte kjo dritan, se kjo ishte interesante. Po pra ta shpjegoj. Jo, vetëm ta përsërisim për ata që po na dëgjojnë se duhet ndalen pak te kjo. Për të paraprirë një ndërhyrje ushtarake të Ukrainës, të mbështetur nga mercenarët e NATO-s kundër forcave ruse që ndodhen në Moldavi. Pra në Transnistria. Ka një plan për... Plani ekziston që 2 vjet. Por nuk po gjende dot arsyeja për të realizuar këtë plan. Pra plani për të ndërhyrë atje ekziston që 2 vjet. Por arsye për të ndërhyrë planin dhe për të justifikuar nuk po gjenden. Tash po mundohen të krijojnë arsye nga gjitha mënyrët. Dhe kjo është një nga e disata herë që po krijojnë arsye. Ku është në Transnistria? Transnistria ku është? A mundet të është gjitha kjo pjesa këtu. Pra gjitha kjo pjesa që rrjedh këtu, deri këtu poshtë është Transnistria. Komplet kjo është kështu. Një territor. Këtu në Transnistria aktualisht ndodhen 5000 forca speciale ruse. 5000 forca. 5000 forca. Këto forca speciale ruse janë vendosur atje që pas përfundimit të luftës së ftohtë. Pas përfundimit të luftës së ftohtë, gjitha këto vende, shihni Rumania, Bullgaria, Hungaria, gjitha vendet e Traktatit të Varshavës.
që kishin armatimin rus që mbanin. Atëre kur u nda armatimi, mbaroi Tratati i Varshavës dhe u nda armatimi. Siç u nda kur neve dolëm nga Tratati i Varshavës, u nda armatimi. Ne mbajtëm atë që na takonte neve, rusët morën atë që ju takonte atyre dhe ikën. E qartë. E njëjta gjë ndodhi në momentin e shpërbërjes së Tratatit të Varshavës. Dhe gjithë ky municion dhe armatim, rusët ç'a bën? Nuk e morën ta çonin në Rusi, por në Transnistria, në Moldavi, rusët kishin ndërtuar depo të mëdha armatimi, kishin ndërtuar gjatë luftës ftohtë. Dhe në këtë pozicion, në këtë vendin e Transnistrias, pra kjo është Transnistria këtu, në këtë ndodhen depot më të mëdha të armatimit dhe municionit që ka sot në të gjithë Evropën me armatim dhe municion rus që i përket luftës ftohtë. Dhe në rast se merret ky depo, ky armatim, Ukraina ka kapacitetet të vazhdojë luftën edhe 3 vjet tjera me këtë armatim. Pra nuk ka nevojë të prodhojë më Evropa dhe NATO armatim, pra të mos harxojnë para, por të marrin këtu të gatshme këtë armatim dhe këtë municion që ka këtu. Dhe është munduar nga depot e Rusisë, po nga depot e Rusisë. Janë në Transnistria. 5000 forca ruse janë atje që i ruajnë këto depo. Janë vetëm për ruajtjen e këtyre depove. Në momentin që shërbimet sekrete e Ukrainës e thonë që hyn forcat ruse nga Transnistria këtej. Po hyn në Odesa se ka një projekt për të marrë Odesën. Kjo do thotë, këto 5000 forca janë vetëm për të ruajtur këto. Në momentin që ti thua, do të thonë që forcat e tjera ukrainase po vinë në Transnistria, po nga po hyn këto forca ukrainase, forca ruse në Transnistria. E vetmja mënyrë që forcat ruse të hyjnë në Transnistria është të hyjnë nga Evropa. Pra në rast se Evropa është duke i lënë forcat ruse që të kalojnë rusët sot, si do të jetë kamufluar, që është e pamundur sot që rusët kamuflojnë në atë mënyrë dhe të kalojnë kufit midis Bullgarisë dhe Moldavisë, midis Rumanisë dhe Moldavisë. Regjia kthej prapë te harta midis Hungarisë dhe Moldavisë, pra është e pamundur që sot ti të kalosh këta kufi, pra rusët të fusin kaq forca speciale, sepse nuk bëhet ti 1-2 persona mund t'i kalosh. Po ti nuk mund të kalosh me qindra, dhe ti futesh dhe këta pastaj të kalojnë në Odesa. Prandaj kjo është komplet një gënjeshtër e sajuar për të justifikuar mundësinë që këto forca ruse vinë, janë përqendruara këtu dhe ne duhet t'i sulmojmë këto forca ruse në Moldavi që këto mos ta hyjnë më në Odesa. Pra kjo është ideja. Nëse ndodhi skenar ky, atëherë rusët e kanë paraprirë këtij skenari, para një viti e gjysmë, kur ky skenar doli për të parë, rusët kanë që në momentin që do të sulmojnë forcat, atëherë ata do të ndërhyjnë. Pra do të ndërhyjnë dhe do të godasin edhe Moldavin, Ukrainën po edhe Moldavin, sepse bëhet llaf që kjo, sepse ukrainasit kanë pothuajse një vit e gjys që i kërkojnë Moldavisë që ta bëjnë ndërhyrjen së bashku me Moldavin. Dhe NATO po e përgatit Moldavin për këtë. Ka që një vit e gjys që NATO ka filluar edhe trupat franceze dritan ka filluar transformimin e ushtrisë moldave, të ushtrisë Moldavisë në standardet e NATO-s. Dhe ka filluar t'i pajisim me municione, me armatime dhe me trajnimet në standardet e NATO-s komplet ushtrinë e Moldavisë në mënyrë që ndërhyrja të bëhet sërish, pra NATO sërish ndërhyrjen do ta bëjmë me proxy në këtë aspekt. Edhe këtu në Moldavi, pse në Moldavi? Sepse ata e dinë që Rusia do t'i përgjigjet dhe po ju përgjigj, Moldavia nuk është antare e NATO-s. Pra, në momentin që Rusia i përgjigjet Moldavisë me goditje me sende, është si punë e Rusisë, pra mund të mbetet një luftë midis Moldavisë dhe Rusisë, por nuk e cënon NATO-n që NATO ta aktivizojë në N5. Pra thjesht i hapim Rusisë një front tjetër dhe nëse arrim të marrim këto depo, dhe nuk hedhim ne para nga parat tona. 3 vjet me këto me armat municionet që janë aty për 3 vjet po ka kapacitete për 3 vjet. Ukraina nuk ka nevojë më Evropa të prodhojë dhe NATO të harxojë nga paratë e veta për t'i dhënë Ukrainës. Pra kjo është loja që po ndodh. Absolutisht, to janë shikon luftra do të kenë një unë kam thënë dhe më vjen keq që përsëris. Lufta është 10 hile një trimëri. Nuk ka për gjitha palët. Ose po futet ky mentaliteti luftës edhe po e dëgjojmë kudo. Klejt, si e shikon këtë projekcion të, le të themi, të asaj që një nga generalët Ukrainës më duket, një general kolonel Pavlo Palisa thot që kjo janë territoret që mund të marrë Rusia deri në 2026. I shkon pak dritan hartës së Kellogut, Nuk i merr dot ato territore, ato janë është e pamundur që ti marrë ato territore në 2026. S'ka shans. Redi, kjo hartë ka një kufi natyror i cili edhe në luftën e dytë botërore ka shërbyer si kufi fronti. Lumi, absolutisht. Ka qenë lumet janë përdoren në raste si barriera natyrore dhe shpesh shërbejnë për stabilizimin e fronteve. Ai lloj kufiri është nuk ka mundësi po thua me progresionin që ka pas lufta nuk është progresioni, është kapacitetet ushtarake, pra
duhet për të marrë këtë territor me luftë, deri në 2026 duhet të angazhojë vetëm në këtë territor 1,5 milion forca ushtarake, po në total Rusia i ka 1,5 milion forca ushtarake. Pra, i bie që po gjithë ushtrinë e vet, të fusë gjithë ushtrinë e vet në Ukrainë për të marrë këtë territor për një vit bëhet llaf, po flasim për një vit, nuk po themi. Ja ta marrësh kështu. Luftën e parë, në dytë botërore, Gjermania ka pasur 3.5 milion ushtarë, të cilët kanë sulmuar, kanë përshtypjen Bashkimi Sovjetik, në qoftë se mbaj më të mirë, ose ka qenë numri total i forcave. Rusia ka pas diçka më tepër, dhe edhe ato sulmet apo ofensivat e mëdha kanë impenjuar shumë më tepër ushtarë se sa që janë sot. Janë teatro shumë të vockla lufte për të në këtë që thotë ti, vetëm për jap një fakt. Vetëm në Kiev në luftën e dytë botërore u bllokuan 400.000-500.000 ushtar rus gjatë një ofensive që kanë bërë luftën e dytë botërore, se mbaj më të mirë kohën, po ka qenë ajo xhepi i Kievit që quhet, kur kanë bërë një ofensivë gjermanët. Në ofensivën e parë që bën gjermanët. Ka bërë 3.5 milion, ka qenë 400.000-500.000 veta. Pra impenjimi, tash lufta sot moderne ka dhe më tepër mekanizime etj etj. Por sido që të jetë për të kontrolluar territorin duhen njerëz. Po. Gjatë luftës së dytë botërore, vetëm për të marrë Zaporizhen, pra këtë zonën. Po. Vetëm për të marrë këtë Zaporizhen, këtë që është sot, këtë Zaporizhen. Në luftën e dytë botërore vetëm për të marrë këtë. Rusët bën një operacioni Citadel dhe 6 muaj ju desh për të marrë këtë territor. Zaporizhen. 6 muaj. Ndërkohë që lufta në luftën e dytë botërore nuk ishte si kjo sot. Pra ishte totalisht shkatërrimtare. E qartë. Pra nuk ishte linja të nuk ishte asgjë. Po më thua pra ajo çfarë ka thënë është totalisht e pamundshme dhe është në atë krimin e asaj idesë që po s'na ndihmuat juve neve, po e frikës luftës, shiko këta do marrin. Normalisht që rusët e kanë idenë e marrjes së kësaj. Pra kjo nuk është jashtë dëshirës ruse dhe jashtë pretendimit të rusë. Direkt ajo. Ky pretendim rus nuk mund të arrijë brenda 26-s. Në asnjë mënyrë është e pamundshme në të gjitha aspektet ekonomike, ushtarake, politike, pra nuk ka asnjë lloj mundësie që të arrijnë rusët të marrin gjithë këtë territor. Ndoshta pas 3-4 viteve, po mund të arrin të marrin këtë territor me luftë gjithin. Por për 6 muaj, siç thotë ai zotëria, është jashtë çdo lloj logjike, nuk qëndron. Koloneli Pavlo Palisa. Mon le të jetë kush të dojë, nuk qëndron, nuk ka asnjë lloj mundësie. Ndërkohë, regjia duhet të kem aty edhe po pastaj dëgjoj, ka edhe diçka që është unë besoj që në objektivat ushtarak maksimale të luftës që mund të ketë Rusia, mund të jetë kjo harta në objektivat maksimale që mund të ketë. Mund të jetë kjo. Mund të jetë kjo. Objektivi sepse edhe kur filloi lufta, ideja e Rusisë nuk ka qenë pushtimi i Ukrainës, por ka qenë mund të kishte qenë rrëzimi i qeverisë, vendosja është më e thjeshtë ta kontrollosh një shtet me një proxy se sa në kushtet që është Rusia, se sa ta kontrollosh me një kontroll total territori, bëhet shumë e komplikuar. Ndërkohë në Latvia dritan shfaqet presidenti polak Karol Nawrocki me një tank polak i quajtur Sobieski. Regjia duhet ta kem atë videon. Këto imazhet, Nawrocki ishte pro Trump apo kundër Trump? Është pro Trump, do të kemi gjë parasysh. Kur flasim për çështje të Polonisë dhe të vendeve balltike, Polonia ka interesat e saj ekspansioniste mbi vendet balltike. Jo, unë e kam shënuar këtu Sobieski. Tank polak Sobieski. Kanë vënë emrin Sobieski, po polakët kanë bërë tanket nga Korea e Jugut. Pra, i kanë të godit. Po, pastaj kanë emëruar sipas se ka blerë sepse ka blerë linjën dhe i prodhon vetë. Jo, nuk i prodhon. Nuk i prodhon vetë, i merr direkt nga Korea. I merr, i monton, po nuk i prodhon. Pra monton një pjesë tyre. Po edhe i ka vënë emrin, po janë tanke koreano-jugore, pra nuk e ka. E qartë. Po si e vlerëson këtë është në Lat? Shiko, do të kemi parasysh. Aktualisht në Letoni unë kam në polakët kanë atë. Polakët kanë krijuar një aleancë në 3 deteve dhe në këtë kanë futur edhe këto vendet balltike. Polakët pretendojnë dhe janë akoma të idesë që dhe shpresojnë që Ukraina të zhbëhet si shtet, në momentin që zhbëhet Ukraina si shtet, ata të krijojnë atë mbretërinë polake të ateshme ku ishin edhe vendet baltike, edhe Letonia, Letuania dhe një pjesë e Ukrainës ishin pjesë e Polonisë. Pra, polakët në aspektin ekspansionist, hegemonist brenda Evropës janë shumë herë më të rrezikshëm se çdo lloj vendi tjetër i Evropës në aspektin për ekspansionizëm. Dhe kjo ka të bëjë me çështje nacionaliste, pra ky veprim është veprim nacionalist
për interesa politike të brendshme, nuk ka të bëjë fare as me Rusinë, as me Amerikën, as me asgjë. As me Afrikën. Është thjesht për çështje të brendshme politike në Poloni. Ka të bëjë fare me asgjë, për arsye se presidenti është kundërshtar me qeverinë. Pra nuk i përket partisë që ka qeverinë. Okej. Dhe luftojnë për vota dhe për përkraje të dyja, dhe të dyja kanë marrë flamurin nacionalist, si kryeministri edhe presidenti. Dhe secili po të shohësh veprimet e tyre, ka ardhur ky që president, veprimet e tyre janë në aspektin nacionalist vetëm për interes të brendshëm. Nuk kanë më fare me asgjë tjetër. Po Klit, si e vlerëson këtë militarizimin e Polonisë? Po. Dhe rrezikun që në vendet balltike ketë një u kam jetu pak kohë në Poloni dhe të paktën në mentalitetin polak ka të paktën 150 vjetet me këtej armiku kryesor mbetet Rusia. Polonia është ndarë 3 herë, në të 3 herët kanë marrë pjesë Gjermania dhe Rusia. Si vende ka një lloj tentative përpjekje për të krijuar një lloj jo konfederata, por një lloj kondominiumi me vendet balltike, edhe me vendet tjera, Suedia, pra ideja një lloj bote balltike në dy variante, në variantin kontinental Polonia me 3 vende balltike, 3 republikat balltike, në të ardhmen potencialisht në rast se ndryshojnë kushtet politike Bielorusia, qoftë edhe Ukraina. Megjithatë, në planin se tush nacionalist ka shumë kompeticion brenda për brenda, sepse ke një nacionalizëm ukrainas i cili është edhe antipolak, jo edhe, po antipolak. Totalisht antipolak. Totalisht, pjesërisht e tjerë. Ke një nacionalizëm bielorus i cili po ashtu, sepse janë edhe identitete etnike që janë bivendosur disa identiteteve zyrtare. Identitetit rus, zyrtar, burokratik e tjerë, identitetit polak e kështu me radhë. Unë nuk rastin e vendeve balltike besoj që është një lloj tentative për një bashkëpunim të fortë, edhe pse vendet balltike janë lidh pak nga vitet 90 tutje më shumë me Suedin, Danimarkën edhe Finlandën nga pikpamja sociopolitike, ose modeli që kanë dashur të ndjekin, modeli sociopolitik edhe ekonomik ka qenë modeli finlandez. Poloninë e kanë pa, mund ta shohin edhe si një fuqi të vogël hegemone. Për momentin Polonia po mundohet që të kapitalizojë në këtë lloj roli politik, të cilin i është njoft. Ka pas një lloj roli politik mas luftës parë botërore, është pas një lloj bloku bedeni mbrojtës ndaj Gjermanisë, pra balancë mbrojtje ndaj Gjermanisë edhe Rusisë, po më shumë ndaj Gjermanisë mas luftës parë botërore. Si rreziku zhduk nga mbas luftës së dytë nga Rusia, pra i zhduku bedeni polak e interiorizoi dhe mbas luftës ftohtë po tenton ta rimarrë këtë lloj roli, është aspirate Polonisë për ta marrë këtë lloj roli. Në atë rajon atje. Në atë rajon atje, po për më tepër ka marrë, po mundohet marrë edhe një rol sepse ka pas dhe një gjithmonë një lloj kompeticioni mas luftës së dytë parë botërore, edhe një lloj kompeticioni me Gjermaninë, për të qenë një fuqi e rëndësishme rajonale. Ka lindur sërish ky kompeticion. Ka rilindur, mund të ketë edhe s'ka rilindur sërish, po të paktën mbas luftës së ftohtë janë përpjek që të kenë një marrëdhënie më të fortë me Francën dhe më të pak të ngushtë me Gjermaninë, edhe sepse kapitali gjerman e ka pas të pamundur të rezistojnë influencës dhe kapitalit gjerman. Pak a shumë kjo është një lloj skeme. Ndërkohë, Dritan, kancelari gjerman Friedrich Merz ka le të themi, i ka dërguar mesazh presidentit Trump që të mos bëj apo të mos ndjek mos shkoj drejt një marrëveshje për Ukrainën mbi kokën e Europës. Domethënë pak a shumë këtë ka përdorur dhe ka ofruar që këto bisedime të bëhen, të jenë të mundshme edhe është ofruar për t'i bërë këto bisedimet mbi koncesione territoriale ndaj Rusisë në Gjermani. Si e vlerëson jo vetëm këtë deklaratën, po si i vlerëson deri tani negociatat që palët po bëjnë për sa i përket një marrëveshje? Aktualisht nuk ka asnjë negociat. Nuk jemi në negociata fare, jemi as në fazën e parë të negociatave, jemi në atë aspektin që palët po njihen me idet. E qartë. Pra, dhe asnjëra palë nuk ka ngritur një grup të caktuar për të negociuar. Pra, kur palët ngrenë një grup pune për të ulur, atëherë kemi në fazën e parë të negociatës. Në këtë moment,
Të gjitha palët po njihen me idenë, ideja është e Trumpit. Që janë Witkofi që Që po takon palët me radhë, po i paraqet idenë. Pra palët po njihen me idenë, negociata nuk ka. Pra nuk jemi në negociata, realisht. Pra në fjala vjen në Londër nuk pati le të themi një konkluzion. Por nuk ka lidhje Londra me asgjë. Takimet që bën Zelenski nëpër Evropë nuk kanë të bëjnë me çështje negociatash me këto, sepse për sa kohë ti nuk je ulur me palën tjetër, me cilën je në konflikt, atëherë ti mund të bisedosh çfarë duash, me këtë duash, por nuk ka asnjë vlerë për sa kohë nuk ulesh me tjetrin me cilin je në konflikt, pra siç kanë qenë disa herë që janë ulur në Stamboll. Pra për sa kohë nuk vazhdon ky bisedim, çfarë do lloj veprimtarie tjetër është interes politik i atij. Se po kërkon Gjermania këtë rol. Gjermania atëherë për dy gjëra. E para kërkon që jo mbi kokën e Evropës, sepse siç thash në aspektin e rast se Trumpi i njeh to territore, pra thotë unë i njoh to territore që ti i ke marr. Atëherë bie gjithë sistemi politik evropian nga 45 deri këtej, i ngritur mbi idenë që territoret nuk ndryshojnë me forcë. Pra kjo është e para, që ti po e kalon këtë mbi sistemin ton. Dhe e dyta, e gjitha tentativa e Mercelit, keni parë tashmë edhe Mercer, edhe Macron, edhe Steinmeier, pavarësisht se ulën të tre bashkë, janë në luftë me njëri tjetrin kush e kush të marrë primatin politik evropian. Dhe kur Merci ofron që këto bisedime dhe këto çështje për këto çështje për koncesione, hajde ti bëjmë Gjermani, domethënë primatin politik të Evropës ta mbajë Gjermania. Ndërkohë që po të njëjtën gjë ka ofruar edhe Macroni. Pra janë në luftë politike për primatin evropian, por nuk është diçka e re dhe secili mund të ta ofrojë në mënyrën e tij. E qartë. Klet, si e shikon këtë le të themi këtë deklaratë Mercit? Në gjithë këtë situatë edhe në këto vite lufte, këto 3-4 vjet luftë, Xholi ai që mund ta nojë peshorën mbeten në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Asnjë nga palët nuk është interesuar t'i humbi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe unë jam dakord me ato që thot tani që nuk ka një lloj përpjekje reale për paqe. Por ama në rast se Trumpi imponon një lloj plani, asnjëra nga palët nuk është aftë të thotë ose ta refuzoj totalisht planin që shtron Trumpi. Dhe në këtë pikë as Rusia nuk është e dëshiruar që se tush të alienoj komplet Shtetet Bashkuara të Amerikës, as europianët nuk janë të dëshiruar. Dhe prandaj ideja e europianëve është që në momentin që Shtetet Bashkuara të Amerikës me Trumpin, qërgar Trumpin në presidencë, kanë tërhequr gjysmën e këmbës nga situata në Ukrainë. Në ato momente europianët i kërkojnë pikërisht këtë që paqja në Ukrainë të mos merret pa marrë parasysh aspiratët, sepse ka ndodhur edhe një përmbysje. Pra, nëse amerikanët janë tërhequr, europianët janë përfshirë akoma më tepër. Dhe kjo është të tentojnë të rujnë një lloj balance në raport me çdo lloj zgjidhje konflikti. Por ka drejtan Viktor Orban njofton që do të merret një vendim në lidhje me atë që konsiderohen asetet e ngrira ruse dhe nëse Europa do të merrte vendimin për t'i sekuestruar ato, kjo do të ishte një dëm i pa riparueshëm, thot Orbani, duhet ta kem aty regjia atë deklaratën e Orbanit. Si i vlerëson këto përpjekje të Europës dritan, ja ku është paga shumë. Evropa është duke kaluar në një organizim, po kalojnë Rubikonin, thotë. Po, Evropa është duke kaluar në një organizim totalitar. A jemi vërtet në moment rrezikshëm nëse këto... Nuk është çështje rrezikshmërie në këtë aspekt, nuk ka ndonjë rrezikshmëri që mund të themi që për këto asete do të bëhet luftë ose diçka tjetër, por unë jam i mendimit dhe duket qartësisht në këtë aspekt që Evropa po kalon në një institucion, në një organizëm autoritar. E para se të merrte këtë vendim kërcënoi Brukselin, pra sepse këto fondet janë të ngrira në Bruksel. Evropa kërcënoi Brukselin, Belgjikën, që në rast se nuk i ngrin këto fronde, ne do të marrim masa ndaj Belgjikës. Pra, të bëhen veprime antiligjore dhe Evropa po nxit për veprime antiligjore për këto fronde. Pra, një Evropë e cila mbahet mbi çështjet e demokracisë, mbahet mbi çështjet të drejtësisë, pra shnitur drejtësi dhe demokraci, dhe bën veprime antidemokratike dhe antiligjore që mund t'i kushtojnë nesër në një paqe nesër midis kur të vendoset paqja, dikur do vendoset kjo paqja midis Ukrainës, Rusisë dhe Evropës. Pra do vendoset një paqe, do mbarojë lufta. Dhe në momentin që mbarojnë lufta,
Në bazë të rregullave ndërkombëtare, ligjeve ndërkombëtare, rusët mund të hapin gjyq për këto para dhe të marrin dëm shpërblimin për paratë e bllokuara në çfarë do lloj kohe. Pra çdo lloj bllokese është antiligjore dhe Orbani në këtë aspekt ka të drejtë. Dhe por unë mendoj, pse Evropa është e dëshpëruar për ta bërë këtë? E kam thënë disa herë dhe sërish më vjen keq po e përsëris. Evropa i ka harxhuar këto para. Bëhet llaf për 210 miliard dollar. Këto 210 miliard Evropa i ka harxhuar në këto 3 vjet për Ukrainën. Dhe nuk ka çjep më mbrapa. Dhe ndaj tash po merr një vendim antiligjor në kundërshtim me kushtetutën e vet evropiane, është në 112 i kushtetutës evropiane të gjitha që këta duan ta ndrojnë, pra duan të ndryshojnë kushtetutën për të bërë këtë, pra po marrin veprime antiligjore për të bërë një veprim tjetër antiligjor, se dhe duan t'i ngrinë për gjithmonë, pra thonë t'i ngrinë për gjithmonë. Dhe në moment që ti ngrin për gjithmonë, domethënë edhe nesër kur të ketë paqe ti mos i marrësh to janë të ngrira, edhe po të fitosh gjyqin, janë të ngrira dhe ti ngrin për gjithmonë, sepse nuk janë më këto para. Evropianët i kanë harxhuar këto para, i kanë marrë dhe i kanë harxhuar dhe tashmë nuk kanë nesër se çfarë t'japin dhe duke qenë se i kanë vjedhur, pra kanë kaluar në një aspekt edhe të vjedhjes, një aspekt i cili nuk ka ndodhur as në luftën e parë dhe as në luftën e dytë. Edhe në luftën e parë dhe në luftën e dytë ka pasur fonde të tilla dhe palët pavarësisht se bën luftë, vdekje prurse dhe shkatërrimtare të asaj kohe nuk i prekën paratë njëra tjetrës. Praktikisht, dhe çfarë do të thotë ky moment sepse është kalim Rubikoni, do thotë që Evropa nuk është dëm i pariparumësh sepse cënon demokracinë dhe rendin ligjor në Evropë. Pra Evropa nuk është më një organizim ligjor për këtij momenti dhe askush nuk do të ketë më edhe brenda e Bashkimit Evropian besim te organet evropiane. Pra kjo cënon organet evropiane. Një shkëndi kjo dritan që Rusia nesër ta përdor për justifikim sepse nëse kjo s'ka nuk ka problem fare, nuk ka për ta përdorur as justifikim për të sulmuar as gjë. Nuk ka. Rusia pra e ka përcaktuar qartë që në rast se fondet bllokuar përdoren, ata do t'i drejtojnë gjykatave ndërkombëtare dhe pra kjo është deklarata e Rusisë, nuk është se do jetë dhe s'ka për të pasur luftë për 210 miliard dollar. Nuk raport ky është problem më tepër i Orbanit se sa i aktorëve europian. Problemi i Orbanit kuptimin e asaj që një vendim i tillë në mënyrën se si Orbani artikulon do ta impenjonte edhe Hungarinë në çështje të cilat Hungaria ka një lloj pozicioni autonom në raport me Bashkimin Evropian, në raport me marrëdhënien me Rusinë. Është më duket se jemi edhe para fushatës elektorale në Hungari. Ka fjalë që dhe Orbani është i aftë që të luajë kartën e një lloj autonomie, anti-europianizmi e kështu me radhë dhe unë kam parasysh këtë dhe kam parasysh edhe tjetrin që në fund të ditës Orbani është vetë propozuar ose më saktë shërben si një lloj nyje ose përdor edhe luftën në Ukrainë përdor për të ruajtur një lloj autonomie ose për të fituar edhe qoftë edhe përballë faktorit politik brenda vendeve të BE-s. Fjala vjen segmentet të djathtës që luajnë me ose që e kanë më të vërtet kartën e anti-europianizmit se sa që ka Orbani. E qartë. Ky është pozita politike besoj. Kjo është pak a shumë që sqaron. Ndërkohë, dritan jo më kot, domethënë solla Orbanin përpara një dokumenti apo një le të themi disa dokument që ka dalë nga Daily Mail e kemi këtë, është që Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëjnë përpjekje për të larguar 4 vende të Bashkimit Evropian nga Bashkimi Evropian. Dhe ato janë Italia, Polonia, Hungaria dhe Austria dhe prandaj pak a shumë e solla si variant Orbani përpara. Pra, si e vlerëson këtë? E vlerësoj këtë falso, pra një prall do ta quaja. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i intereson në asnjë moment zhbërja e Bashkimit Evropian, për arsye se industria amerikane, si industria e energjisë amerikane, edhe industria ushtarake amerikane, merr vlerë dhe merr fitime në rast se Evropa dhe NATO janë një të bashkuara. Në momentin që këto shpërbëhen, atëherë ku është fitimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës? Ku është fitimi i Trumpit? Trumpi po shef një fitim. Dhe e ftoi Ursula von der Leyen atje bërë një marrëveshje për të shitur gjithashtu edhe për nga Ukraina
tha ne nuk japim më falas Ukrainës, po doni bleni ju dhe ju jepni, dhe janë evropianët ata që po blejnë dhe po japin armë amerikane, municion amerikane Ukrainës. Pra, në momentin që ti nxjerr këto vende nga Bashkimi Evropian, atë do të thonë që është bën Bashkimi Evropian. Po, në momentin që zhbëhet Bashkimi Evropian, zhbëhet edhe NATO. Në momentin që zhbëhen këto, atëherë Amerika në momentin që zhbëhet Bashkimi Evropian, zhbëhet edhe NATO? Absolutisht, në momentin që zhbëhet Bashkimi Evropian, do të zhbëhet edhe NATO. Nuk ka më kohezion ndërmjet këtyre vendeve, sepse secili vend do ndjeki në momentin që ti e zhbën Bashkimin Evropian, atëherë automatikisht secili vend do ndjeki rrugën e vet ekonomike dhe në rast se ti del, atëherë ka më të lidhur. Jo s'është aleanca, ti do bësh marrëveshje ekonomike për mbjetesë. Në rast se del nga Bashkimi Evropian, atëherë do kenë aleanca ekonomike me Kinën, do bën marrëveshje me Kinën. Në moment që ti bën marrëveshje ekonomike me Kinën, nuk mund të jesh edhe antar i NATO-s dhe çdo gjë që të bëhet në NATO mund ta marrin vesh kinezët, pra automatikisht ka aleanca mori fund në këtë aspekt. Sepse cënon aleancën, cënon sigurinë e aleancës. Në rast se po bëhet llaf për vende të rëndësishme, nuk bëhet llaf për vende si punë e Shqipërisë dhe Maqedonisë, që nesër ti mund t'i kufizosh aksesin e tyre në komisionet e NATO-s, në ato 14-15 komisionet kryesore që ka NATO. Por vende si Italia, Austria, Hungaria, Polonia, e cila aktualisht ka ushtrinë më të madhe sot për sot në Bashkimin Evropian, ti nuk mund t'i nxjerrësh këto nga dhe kjo automatikisht cënon totalisht nesër sigurinë e NATO-s. Dhe kjo sjell zhbërjen e NATO-s. Dhe në rast se zhbëhet Bashkimi Evropian, në rast se zhbëhet NATO, atëherë hegemonia amerikane në Evropë bie. Si do ta mbajnë amerikanët hegemoninë? Ju më mendoni se Amerika ka hequr dorë nga perandoria, nga të qenit perandori, në asnjë moment. Nuk ndodh kjo, pra i bie që në rast se del këto, atëherë t'ia fali gjithçka Rusisë. Hajde ti merre këtu çat mundesh. Po nuk funksionon. Prandaj them që kjo që kanë shruar është thjesht një prrall që nuk e di nga e kanë nxjerrë dhe arsye pse e kanë nxjerrë. Një arsye ka, por që realitet nuk qëndron në realitet. Nuk qëndron. Këtë si e shikon? Ka pas Se Bashkimi Evropian duhet të është krijuar në 93-shin në kohën ku Shtetet e Bashkuara në 93-shin. Si Bashkimi Evropian, si komuniteti ekonomik, komuniteti është tjetër gjë, jo. Ajo është baza, pastaj si javë emrin më brapa. Ideja është që në 55-ën po them. Nëse është u formalizuan 92-93, domethënë me çmbaj mend po. Maastrichtit, po. Nuk jo, ka pas mos harro, u krijuan momentin ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, le të themi, u bën e vetmja fuqi ose rendi botëror u kthye në një rend unipolar. Në atë kohë kur BE-ja u krijua. Diku mes viteve 90, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po tentonin të vendosin disa marrëveshje tregtare ose të rivendosin lloj barazie në marrëveshje tregtare me Japoninë, ushtrua dhe problemi i Bashkimit Evropian si një vend i cili kishte aleancë ekonomike e cila përfitonte në kurrizë. Janë diskutime pak a shumë të vjetra, varet se si formalizimi i Bashkimit Evropian. Një sekond, të bëjmë dakord për këtë histori. Ligjërime të tipit anti-europian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përshtypjen edhe në kohën e George Bushit. Përteja saj, sot është akoma edhe më i fortë, sepse ka dhe disa elementë natyrës ideologjike që për mua janë të diskutueshëm. Tucker Carlson e tha që aleati më i rëndësishëm i Shtetit Bashkuar duhet të jetë Rusia. Tucker është një sekondë ta mbaroj. Kësaj është shtuar edhe Rusia, e cila ka identifikuar problemin e saj më të madh Bashkimin Evropian, pra ka një lloj konvergjencë të paktën në ide mes një pjese të djathtës republikane amerikane dhe edhe Rusisë. Brenda Bashkimit këto janë vende të cilat është pak e çuditshme sepse Hungaria dhe Polonia kanë pas drejtues të cilët kanë një agjendë kritike ndaj Brukselit, por operojnë në kuadrin e asaj që është një shprehje italiane, dua por nuk mundem. Pra, askush nuk e ka penguar Hungarinë që në momentin Orbani nuk e di sa vite kanë pushtet, ligjërimin e ka pas gjithmonë, mund të kishte dalë kur të donte. Polonia po ashtu. Mund të dilte, tashti është pak e vështirë, po më përpara mund të kishte dalë. Italia ka një minorancë të djathtë e cila është anti-europiane, por që nuk ka arritur kurrë që ta kapitalizojë idenë e daljes nga Bashkimi Evropian si ide madhore politike. Meloni ka marrë vendimin që të mos dërgojë më ndihma në Ukrainë. Le ta marri mendimin sa të dojë. I gjithë spektri politik italian është blok pro BE. Ka variacione të ndryshme, sepse ka dhe diçka tjetër që në momentin e parë që Meloni del me një agjendë anti-europiane, do shkëputet forca Italia me Tajani. Do bjerë qeveria. Ka një nëse Meloni del me këto. Në asnjë moment ka diçka tjetër që nuk arrit kuptohet edhe në raport me Europën.
ideja e të djathtës, e të djathtave për Europën lidhet me diçka që ndodh, që ka filluar që në kohën e luftës dytë botërore. Pra e djathta në Europë, qoftë ajo po ta marrësh naziste, fashiste, edhe e djathta franceze e kështu me radhë, kanë avokuar idenë e Evropës si një kundërpërgjigje, si një kundërpeshë ndaj botës anglosaksone. Flas për djathtën kontinentale. Kundërpeshë ndaj botës anglosaksone. Në një farë mënyrë, anglo-amerikanëve. Bashkimi Evropian ka qenë një lloj përgjigje politike edhe ndaj botës anglosaksone. Britania e Madhe është futur shumë vonë Bashkimin Evropian. Po ta marrim. Pra ideja e Europës është një ide e kundërvendosjes. Para tani Starmer thotë që do rifutemi prap ndaj botës anglosaksone. Po ta marrim. Dhe në një farë mënyrë gjenetikisht brenda të djathtës tradicionale europiane, ideja e Europës është dhe mbetet. Ka segmente të djathtës së re, cilat janë anti-europiane, por janë minoritare. Nuk besoj që asnjë nga liderët e djathtës europiane e ka me të drejtë ose e mendon anti-europianizmin ose dalin nga Bashkimi Evropian si diçka reale. I vetmi vend i cili ka një lëvizje anti-europiane akoma të fortë është UK Reform Party sot, UKIP-i në Britaninë e Madhe. Dhe ndofta në Bashkimin në Britaninë e Madhe ne mund të shohim partitë si e Le Penit në Francë apo në rast se këtyre partive, AFD-ja në Gjermani. Ka të kërkojnë reformë të Bashkimit Evropian, jo dalin nga Bashkimi Evropian. Thelbi mbi cilin janë rrit AFD-ja, Rassemblement pour la France, partia e Le Penit, partia e Melonit, raport me Europën ka të bëjë me çështjet natyrës identitare, ka të bëjë me çështjet e emigracionit. Dhe me çështjet e integrimit të mëtejshëm dhe me rolin e burokracisë së Brukselit. Këto janë. Po asnjë nga këto e ka të qartë që një pjesë e mirë e rajoneve të cilat sot të varfra, të Italisë, Francës ose edhe të Spanjës apo Polonisë mbijetojnë fal fondeve europiane. Ndërkohë, dritan republikani Thomas Messi, kongresmen, edhe ky ka prezantuar një platformë në Kongres, një projekt ligj në Kongres për ta tërhequr Shtetet Bashkuara të Amerikës nga NATO. Duhet ta kem aty regjia si i vlerëson, sepse të gjitha këto vinë në një harë prej 2-3 ditësh kemi lajmin që 4 vende po lobohet për ta që të largohen nga Bashkimi Evropian. Tani më kemi republikanin Thomas Messi i cili kërkon që që SBA-ja të largohet nga NATO. Si vlerëson gjitha këto lëvizje? Për mua nuk janë lëvizje që vlerësohen. Janë veprime, ajo e para që thash, për mua nuk ekziston fare, nuk qëndron, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk të dijenin time dhe me aq sa unë kuptoj dhe analizoj, nuk janë në aspektin për të zhbërë Bashkimin Evropian. Nuk janë me dëshirë, po për shkak të një realiteti të ri, geopolitik botëror. Është realiteti politik, geopolitik për Italinë. Po ringritja, ridalja në skenë e Rusisë dhe Kinës mund të çojë zhbërjen e BE-s. Lidhje ka Rusia dhe Kina me Italinë aktualisht. Pra s'ka as kufia së gjasë. Këto janë projekte për zhbërë BE-n, më kaq. Po atëherë kësaj logjikës tuaj bie që Amerika po punon për Rusinë dhe për Kinën. Jo, Amerika po punon për mbijetesën e vet. Po për mbijetesën e vet i duhet të bashkuar Bashkimi Evropian. Ndryshe nuk ka, sepse është çështje ekonomike. Mbijetesa është ekonomi. Mbijetesa nuk është çështje parimesh sot. Po të ishte çështje parimesh, atëherë le ta marrim të mirëqen deklaratën e Rutes dhe mund të themi që prej këtej mbrapa bar do ham dhe parimet nuk i shesim. Kalojmë në këtë filozofi. Okej. Por mbijetesa sot është çështje ekonomike dhe ekonomia kërkon popullat, pra kërkon vende ku ti të shesësh. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë 240 milion banor. 500 ca milion ka Europa së Bashku. Pra është ekonomi, është treg. Dhe kur ti ke treg shitje, ti ke mbijetesë ekonomike. Në momentin që ti këtë tregun e shitjes e shbën, atëherë ti s'ke mbijetesë ekonomike. Pra kjo është logjika e tregut lirë dhe ekonomisë lirë tregut sot. Okej. Në rast se zhbëhet kjo, atëherë mbarove si shtet. Shumë e thjeshtë. Dhe u shkatërrove nga ana e industrisë, sepse ti ke gjithë atë industri, ku do ta çosh? Neve patëm gjithë atë në industri. Pas vitit 90,
Nga 4 milion banor ikën kanë mbetur 1,5 milion banor. Industria u shkatarrua sepse doli një budalla atje dhe bërtiste me çekun e bardh, mendoj, e shkuan edhe disa budallë tjerë mbrapa. I vun flakën dhe s'patëm as industri më asgjë. Dhe s'prodhojmë asgjë. As pras nuk prodhojmë. Edhe atë marrim nga Maqedonia. Pra në këtë drejtë që kemi mbritur. Prandaj them që ti për të mbajtur industrinë të duhet unifikim. Pra po më thua që nuk ka asnjë shans që nuk ka asnjë shans që kjo të ndodhë. Shtetet e Bashkuara dalin nga NATO. Nuk ka asnjë shans, po dolën Shtetet e Bashkuara nga NATO, atëherë NATO nga emri, North Atlantic Organization. Kush është North? Evropa nuk është North. Evropa është perëndim, po s'është North. North Atlantic. Pra është veriu Atlantikut, në momentin që veria Atlantike. Pra Atlantiku, Evropa është në jug të NATO. Evropa është në jug të Atlantikut, Amerika është në veri të Atlantikut. Prandaj organizata këtë. Në momentin që SBA del, domethënë skemi me NATO. Por njerëz si Thomas Masi është krijuar për të mbajtur, të contain, për të përmbajtur Rusinë, fjala vjen. Çfarë vlere do kishte ekzistenca e NATO-s? Për mbajtur Rusinë, atëherë do kemi një gjë parasysh. Pavarësisht se është kjo ideja të mbajmë rusët jashtë, gjermanët poshtë dhe amerikanët brenda, pra. Që nuk është krijuar për këtë ide biles në Korenë. Në momentin e krijimit të NATO-s, kur është krijuar për të parë NATO, Stalini bëri kërkesë që të bëhej pjesë e NATO-s. Është një kërkesë zyrtare e Stalinit dërguar amerikanëve. Putini e ka bërë thonë si kërkesë, si ka shprehur. Stalinini e ka bërë në 52-shin kur u hodhi ideja e parë, Stalini bëri kërkesë dhe presidenti atëherë që ishte Eisenhower thotë që nuk e kanë kuptuar rusët sepse e krijuam NATO-n. Më pas e kuptoi edhe Stalini dhe kërkesa nuk vazhdoi me posmori asnjë përgjigje zyrtare. Pavarësisht se kërkesa ishte zyrtare. Po për këtë e kanë fjalën apo? NATO krijuan me idenë e krijimit të një bloku, pra të një bloku ushtarak për të mbajtur Rusinë dhe pas kësaj Rusia krijoi Traktatin e Varshavës. Pra në këtë aspekt të kësaj, po nuk ka të bëj sot, po doli NATO, po doli Amerika nga NATO, sot nuk ka më NATO, jam dakord me ty. Kjo është zëra Thomas Masi, gjëra të tillë, janë ata që tha pak që parë Kledi që zëra të veçuar si dalin sot, hajde shkatarojmë Evropën, ke sa të duash edhe në Evropë. Po i diskutojmë, domethënë si projekcione të mundshme. Po ai Thomas Masi që ka bërë atë, ai nuk e ka idenë se si funksionon Komiteti i Mbrojtjes dhe i Sigurisë sepse nuk është antar i atij komiteti. Atëherë ai do të ketë një gjë parasysh dhe besoj që do ja shpjegojnë. Çdo lloj veprimi ushtarak që bën sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jashtë territorit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, në rast se bëhet në kuadër të NATO-s, pra thjesht në kuadër të NATO-s, nesër për shembull në rast se çdo lloj veprimi ushtarak që ndodhi në Yemen nga amerikanët, çdo lloj veprimi ushtarak që ndodhi mbi Iranin, pavarësisht se u bën me Amerikanë, është bërë në kuadër të NATO-s. Dhe ligji më parashek që çdo gjë që bëhet në kuadër të NATO-s nuk e detyron presidentin amerikan dhe as edhe një zyrtar tjetër amerikan të japë llogari para Kongresit. Që i duhet për këtë. Që në rast se ti do ta heqësh këtë, ata do të japin llogari edhe për çdo fishek që harxojnë para Kongresit. Dhe duhet marrin miratimin e Kongresit, kështu që nuk përjashtohet. Ata ndërhyn, bën ndërhyrjen në Iran, pavarësisht se ndërhyrjen në Iran e bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u bën në kuadër të NATO-s, ndërhyrja në Iran. Edhe ndërhyrja në Yemen, për një vit e gjysmë që bën Amerika, e bën në kuadër të NATO-s, nuk e bëri, pavarësisht se bëri Amerika gjithë bombardimet gjithë në Yemen, luftën. U bën në kuadër të NATO-s dhe nuk Kongresi nuk ka të drejtë të kërkojë llogari presidentit të Amerikës se si po i përdor forcat kur janë në kuadër të NATO-s. Prandaj them do ja shpjegoj edhe ti dikush nesër, edhe këtu do ta tërheq atë. Si e shikon këtë mundësi, në Thomas Masi ka dhënë një ide, po si e shikon mundësi? Jo, ai ka dhënë ide, ai ka paraqitur e ka konsideruar një relike të luftës së dytë botërore, NATO-n, fjalë për fjalë, Thomas Masi. A nuk është sot një relike NATO? Sa kohë nuk ushtron dot funksionin e vet në rastin konkret? Këtë vit më është dashur të merrem pak me historinë politikës jashtme amerikane dhe çdo presidencë amerikane ka ciklet natyrës historike për të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës izolohen ose më shohin nga Amerika Latina ose hapen. Janë një vend i cili nuk ka një detyrim, por është e kushtëzuar edhe nga rrethanat e faktit. Rrethanat e faktit janë që NATO-ja është një organizëm i cili është shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm për tu zhbërë, sepse do hapte edhe një lloj do krijonte një lloj boshi strategjik, cilin do ta mbushnin aktorë të tjerë. Ose mban mend diskutimin e mëparshëm që thash mbi idenë që ka pas e djatha për Evropën. Ndofta e djatha për Evropën ka pas edhe idenë që Europa të jetë një superfuqi ushtarake
një aleancë mes vendeve, të cilat ti vendoseshen mes këtyre realiteteve të mëdha gjeopolitike. Propozoi presidenti Holland nëse më mend të bëjmë forcën ushtarake evropiane, pra një ka qenë nga koha Napoleon Bonaparte, komunitet ka Jo, po flas që brenda ekziston kjo ide. Por që ekziston kjo ide mund të ketë mbrapa dhe një problem tjetër që se tush nëse ti do t'i vesh europianët nesër, fjala vjen që të krijojnë një situatë gjeopolitike alternative ndaj tëndes, atëherë duhet që të kesh edhe një se tush të përballesh me ta. Kështu që pse do t'i krijosh probleme të mëdha sepse në fund të ditës Shtetet e Bashkuara të Amerikës Dakor, po tani ishte edhe një ide që po qarkullon, domethënë që Trump dhe Putin do të ndërtojnë një le të themi institucion apo një organizat që do quheshe G5-a, ku brenda do ishin Kina, India, Rusia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk është e re, kjo është kalojmë te pas luftës parë botërore. Ka situata të fuqitë e mëdha që ta kem atë simbolin regjie. Se mbani me pas luftës parë botërore nuk ishte Kina pjesë e kësaj, por ishte Japonia, gjithë ato dhe nëse madje ishin këto, Japonia, Amerika, Anglia, Rusia, të cilat u morën dhe ndanë edhe kufit e Shqipërisë. Pra ishin këto vendet, pra këto superfuqit atëhershme, u morën dhe me ndarjen e kufive të Shqipërisë. Do merren. Pra u morën atëherë, pra nuk është kjo një ide. Unë nuk besoj që kanë amerikanët ide. Nuk është çështje ide, është çështja që apo jemi përballë faktit që po ndërtohet një arkitekturë e re sigurie për gjithë botën. Jo, unë nuk mendoj që jemi në, shiko. Çka do t'i nxjerrë si relike pa nevojshme të gjitha. Kjo që thoni ju nuk është arkitekturë, kjo është strukturë re. Pra arkitektura me strukturën kanë një ndryshim të vogël midis tyre. Jo, strukturë është kjo G5. Po pra, strukturë e re. A është pjesë një arkitekture më të madhe? Jo, unë nuk mendoj që është pjesë arkitekture më të madhe fare, unë mendoj që arkitektura do të mbesi kjo që është, por do të vendosen, siç u vendosen gjatë luftës ftohtë, pra do të vendosen linjat. Do të vendosen kufit. Po pra, do të vendosen kufit, po nuk do të krijojnë struktura të reja. Nuk do të krijojnë strukturë e re, e cila do të merret me çështje sigurisë, siç po thoni kjo C5-a, ca quajnë C5-a, quajnë G5, duket kalojmë pastaj sërish te kalojmë njësoj sipas luftës parë botërore, pastaj ku superfuqit ishin 5 ato që edhe atëherë. Shiko, ja ku C5-a. Dritan, unë them nga që më kujtohet kam lexuar më parë, domethënë që trendit edhe të mëdha që u dole në botë pas viteve 90 në kohën që Rusia, Bashkimi Sovjetik u shpërbë, ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian edhe Japonia. Tani jemi në një realitet të ri ku do të ato institucionet e deri tanishme bëjmë kombët e bashkuara. Kjo që thonë ju bjeto është bëhen kombët e bashkuara, pra është bëhen shumë. Trumpi nuk është se ka thënë këtë ndonjëherë. Bëhen shumë institucione ndërkombëtare. Unë po them, a mund të jetë si? Jo, unë mendoj që jo. Që ta mbyllim këtë? Jo, është shumë banale të mendosh që Trumpi të alienoj një blok aq të madh ekonomik dhe financiar siç është Evropa, për të krijuar një situatë alternative për më tepër vendesh të cilat janë kompeticion me njëra tjetrën. Japonia, Kina, India, Rusia të gjitha në kompeticion me njëra tjetrën. Për ashtu këtu një lloj koordinimi mes Kinës dhe Rusisë, i cili është i përkohshëm. Prandaj po them që nuk ka një situatë. Nuk ka shanse që kjo situata më revolucionare do të kishte qenë një lloj aleance ekonomike ushtarake mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është situata më revolucionare. Po, kjo është për të ofruar për të krijuar idenë që për të krijuar idenë e Kinës dhe të Rusisë dhe të Indisë, që shikoj juve do jeni sërish në tavolinën të mëdheve dhe hajde të bëjmë BRICS-in. Pra këto janë tentativat për të nxitur ta që të zhbëhet BRICS-i. Edhe për të ruajtur dollarin siç edhe ti. Po pikërisht për këtë aspekt. Pra kjo është ideja. Pra hajde të hedhim ca ide se ndoshta zën rrënj të mbesim sërish neve unipolar. Pra në këtë aspekt prandaj të thash që lufta është 9 hile një trimëri, këtë të thë, 10 hile një trimëri është lufta pra. Jo, ajo mund të jetë dëshirë, po se sa do mbetën kjo duhet parë. Janë të paralizueshme, nuk o dritan, edhe diçka e kam fjalën për situatën në Japoni se kemi lënë pa e diskutuar, bombardues
që mbajnë edhe koka bërthamore amerikan kanë fluturuar mbi detin e Japonisë bashkë me avion japonez, duke i dhënë, le të themi, një përgjigje kështu atyre stërvitjes Rusi-Kinë në territor. Se shumë media kanë bërë këtë, ata që e kanë bërë këtë, që e shohin për media, nuk e kanë idenë se si funksionojnë stërvitjet ushtarake, nuk e kanë idenë se ç'është ushtria. Pra shohin një veprim, shohin një foto dhe marrin foto dhe komentojmë foton dhe mbi këtë foto bëjmë filmin. Ushtria nuk është një foto. Të ngresh në ajër avion bombardues strategjik sot, amerikan ose rus, ka një marrëveshje e cila mbaron në fund të shkurtit. Marrëveshja mbi armët bërthamore strategjike ruse dhe amerikanë që kanë bërë bashkë. Dhe në këtë marrëveshje përcaktohet qartësisht që çdo lloj mjeti toksor ajror detar që pan armë bërthamore është detyruar palët të njoftojnë njëra tjetrën për lëvizjet e këtyre. Dhe të detyrojnë njëra tjetrën kur këto lëvizje janë në çështje trajnimi, për çështje mirëmbajtje, për çështje tjetër. Janë të obliguara. Dhe ti nuk mund të projektosh sot për nesër ngritjen e një avioni bombardues i bërthamor, ta çosh nga njëri cep i botës në tjetrin dhe ta shoqërosh me avion. Pra kërkon angazhim të madh, kërkon përgatitje të madhe përpara ushtarake dhe janë stërvitje plan program kalendarik quhen në ushtri. Dhe ky plan program kalendarik është i paraqur dhe kur rusët kanë bërë plan programin e tyre kalendarik për avionet e tyre bërthamor që do të bënin këtë stërvitje, normalisht në momentin që kanë bërë këtë plan program në fillim të vitit, i ka vajtur rusëve, i ka vajtur amerikanëve. Dhe amerikanët çka kanë bërë, edhe në rast se e kanë pas bërë plan programin e tyre, e kanë ndryshuar dhe kanë bërë një javë, 2 javë më mbrapa. Dhe sot të gjithë dalin dhe thonë që u bë për këtë, janë plan programe. Është në kuadër tensioneve, nuk ka tensione, janë plan programe kalendarike të bëra këto lloj lëvizjesh. Se marrin këtë jehon është në kuadër tensioneve Japoni-Kinë. Nuk ka një tension. Ja, tensionet Japoni-Kinë janë retorike, të cilat edhe atë retorizëm e ndërhyri Trumpi dhe e mbylli. Pra për këtë e mbylli sepse foli qartësisht, i kërkoi Japonisë të riqet nga veprimet e veta, nga deklaratat e veta në këtë moment. Prandaj po them që nuk qëndrojnë, hajde bëjmë lajme, pra shumica atyre që bëjnë, hajde bëjmë lajme se na ndjekin njerëzit o bobo se kur ti flet për armë bërthamore, kur ti flet për avion bërthamor, e për gjitha gjërat thua o bobo kërciti dhe njerëzit ndjekin dhe është shikueshmëria, shitet, lexohet gazeta. Pra këtu po bëjmë një përllogaritje matematike për xhepin. Media sot që nuk ka tensione sot midis Japonisë dhe Kinës. Nuk ka asnjë tension aktualisht midis Japonisë dhe Kinës. Edhe për shkak se para disa ditësh fjala vjen ishte retorik tension. Këto le të themi radarët kinez fokusuan avion japonez dhe japonezët për këtë. Duhet të kesh gjë parasysh, prandaj po e them sërish. Ai që e ka shpjeguar nuk e ka idenë se si funksionon radari. Pra, radari nuk po them radari, më janë këto mjetet që shënjestrojnë radari të shënjestron, pra radari është i tillë. Radari është ky që funksionon dhe radari funksionon në këtë kënd. Lëviz kështu dhe kështu. Atëre, dhe mbron një territor pra, sa e ka 180 gradë, 360 gradë, 360 gradë, sa ta ketë. Dhe në moment që ti kalon këtu, automatikisht kur radari të kap, atëherë radari të shoqëron gjatë gjithë kohës. Dhe çdo avion që fluturon, ky avioni që fluturon këtu, në momentin që futet nga radari, e kap që është futur nga radari. Pra, kap radari dhe thotë që mua më fokusoj në radar. Absolutisht unë kam me detyrim të fokusoj në radar. Pavarësisht se radari mund t'i kaloj rrezet e kufirit tim kombëtar. I kalon rrezet, sepse ti mund të kesh radar me rreze më të mëdha. Siç e kemi për shembull radarin që po marrim neve në Francë, i kalon kufit tan. Dhe në rast se nesër duke ky radari të kalon kufit tan dhe nesër do kaloj një avion grek, në ujëra territoriale do thotë që më shënjestroi radari shqiptar, po e kap radari sepse e ka kapacitetin të kaloj kufirin territorial. Dakor. Dhe pastaj ti këtë mund ta thuash për një popull kalon aty të drejton pushkën. Për një njerëz, jo, por nuk është radari, nuk është pushkë. Kemi një përgjigje, radari nuk është pushkë, radari është funksional gjatë gjithë kohës, sepse ai është radari ushtarak është i ndezur gjatë gjithë kohës. Dhe ai funksionon, ai të kap, pa ai nuk është pushkë radari, ai nuk të ka drejtuar ty raketën. Në rast se ndes, edhe në momentin që ndes raketën, ai e kap nga avioni, radari i avionit e kap që është ndezur raketa. Po nuk kemi në këtë rast të bërë që ndezën raketën kinezët. Jo, radari është radar, raketa është raketë. Radarat funksionojnë në çdo lloj vendi tjetër. Neve donim blenë në kohën e Berishës, donim blenë një radar në Shqipëri, i cili kishte 260 km distancën. Dhe ndërhyn italianët direkt, thanë jo, në asnjë mënyrë nuk do lejojmë, ndërhyn në Evropë, donin ta blenë atëherë edhe te Lockheed Martin, dhe ndërhyn italianët ishin në 2012 në Amerikanë që mos i shitet një radar me këtë kapacitet, sepse 260 km ti kap çdo lloj avioni që fluturon në Sicili, kap në çizmën e Italisë. Dhe nuk ka lejuan. Po pse lejuan? Pra kjo është, sepse do radar me kapacitet më të vogël.
Klet, nëse ke një koment se po vim minutat e fundit. Komenti vetëm që Për këtë le të themi përpjekjen e dy, sepse është historike kjo lufta e Japonisë apo përpjekja e Japonisë dhe Kinës për të dominuar atë rajon. Nuk është përpjekje historike, është përpjekje e Japonisë për dominuar rajonin, jo e Kinës. Kina ka qenë dominante në rajon. Për shkaqe natyrës historike, dobësia e fund shekullit 19 bëri të mundur ngjitjen e Japonisë dhe krimin e shteteve të tjera. Japonia sot ka një rolin e një baze ushtarake e cila përmban dëshirën e Kinës për të pas një rol që ka pas për qindra vjet në rajon. Aq. Japonia e përmban se ka marrëveshje ushtarake Japonia, Korea, Tajvani, Australia janë pjesë e një lloj edhe po dush dhe Tajlanda përpara një lloj rreti, cilën Kina është munduar me forma ndryshme ta çajë. Vietnami po dush, Filipinet e tjerë. Po problemi është se Tajvani të kam më njëherë. Problemi është që Japonia kur u bë pranori pushtoi Tajvanin dhe kur u bë që mbaroi luftën botërore, Japonia vazhdon akoma edhe sot ta konsiderojë Tajvanin si pjesë saj. Pra këtu është problemi i Kinës dhe Japonisë. Është e Tajvani, nuk është çështjet e tjera. Dritan të falenderoj, Klet falenderoj. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua Dritero Arifi nga Prishtina. Profesor, kënaqësi që të kam. Përshëndetje, falënderit profesorin. Profesor, vazhdon të mbetet, le të themi, Albin Kurti në qendër të kritikave për raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çka ka bërë që ai edhe ta sqarojë këtë raport vështirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka vënë si arsyet kryesore sigurisht interesat më të rëndësishme të Kosovës. Si e vlerësoni ju fillimisht këtë qëndrim të Kurtit, pastaj do doja opinionin tuaj në lidhje me deklaratat apo qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Albin Kurtit, pastaj do dalim edhe tek ideja që sanksionet vazhdojnë ende për Kosovën. Po shikoni, do të Kurti u mundua me këtë deklarat që ta gjejnë një farë justifikimi, një farë mesit të asaj se çka ka thënë, sepse qëndrimi i tij më ka qenë shumë brutal që kinse SBA-ja dhe perëndimi po na pengon me shtri sovranitetin apo sundimin e ligjit në veri. Gjë të cila nuk qëndron në farë mënyrë zoti Kurti ka dëshirë të luajë me fjalë. Dhe normalisht që çdo kryeminist ka përgjegjësinë të vendit të vet. Kjo as nuk diskutohet, kjo nuk është e diskutueshme dhe besoj që dikush ja ka thënë, por esenca është se si mundesh me avancu një vend të vogël, të panjohur, jo të etabluar në skenën ndërkombëtare pa ndihmën e SBA-ve. Pra kjo është krejt esenca që zoti Kurti e din, por nuk ka dashur ta kuptoj, sepse ai me këtë fërkim mes Kurtit dhe SBA-s i merr votat e populistave që janë shumë, sepse duhet kuptuar që masa e madhe gjithmonë e adhuron lojën, fërkimet, fjalët, dhe zoti Kurti ka kuptuar këto nuanca dhe luan me këto sentimente. Prandaj mendoj që deklarata e tij nuk çon pesh, sepse marrëdhëniet nuk ndreqen pavarësisht çka thot zoti Kurti, SBA-ja është superfuqi dhe superfuqit nuk i nënshtrohen vendeve të vogla. Pra kjo është që nga lindja e njerëzimit është rregull i artë, nuk ka çka për të shpikur. Ju po thoni që është, po themi, një qëndrim i zotit Kurti i cili tenton të përfitoj pik në elektorat përmes qëndrimeve që mban, apo një përpjekje e zotit Kurtit që Kosova të marri maksimalisht atë që duhet marrë, sepse duhet thënë që në qëndrimet e tij deri tanishme kanë çuar, le të themi, në stabilizimin e asaj që konsiderohet si veriu i Kosovës. Kosova e ka marrë ato që ka dashur të marrë. Pavarësia e Kosovës është gjithçka, mandej brenda asaj loje ka ende për të përmirësuar. Por pavarësia është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër, edhe lufta e UÇK-s, lufta e NATO-s. Këto kanë qenë pikat më të rëndësishme që Kosova tash është shumë më lehtë për të lozur në një fushë ku ti ke të gjitha mekanizmat. Normalisht në veri janë larguar bandat, është fakt, është e vërtet, por situata politike prap
thuajse është e njëjtë. Lista serbe tash është në pushtet, e kanë kuptuar gabimin, janë rikthyer dhe në farë mënyre këto marrëveshje që zoti Kurti i ka pranuar në fillim, mandej e ka kuptuar që nuk janë edhe aq të mira sa që janë dukur fillimisht, dhe tash në farë mënyre po dëshiron që t'i devijoj. Sidoqoftë, mendoj që Kosova mundet edhe që t'i mbrojë të gjitha elementet e shtetësisë, të cilën askush nuk e ka kërkuar që me bëj diçka jo të lidhshme, dhe që ta ruaj partneritetin. Nuk është e vështirë të ruhet partneriteti kur SBA-ja Kosovën e ka si monster suksesi. Pra, këtë është dashur ta kuptojë gjithë elita e vetëvendosjes, e cila për fatkeq që ka devalvuar në bëtkuptimin se çka është politika e jashtme dhe si ndërtohen raportet me një shtet superfuqi siç është SBA-ja. Po këtë lojën me listën serbska, profesor, si e lexon? Duket si film i përsëritur. Çfarë do të prodhoj kjo? Dhe pse, le të themi, ndodhemi gjithmonë përballë të njëjtës situatë? Pikërisht ato që e thash, zoti Kurti luan me këto fjalit populiste, nacionaliste që të merr vota sa më shumë. Për shkak në mungesë të një vizioni, projekteve zhvillimore, risive, inovative, zoti Kurti kthehet në të njëjtën kënd. Pra, lista serbe vetëm këtë vetë 3 herë kemi certifiku dhe prap decertifiku dhe prap certifiku, pra po tregome edhe shtet jo serioz në këtë aspekt. Nuk mundesh mi thonë një organizator si terroriste dhe mandej me bashkëpunu me to në kuvend apo mi ia dhon të gjitha privilegjet. Mos të harrojmë, lista serbe merr para nga taksapaguesit kosovar. Pra ka shumë anomali në ato që ka thënë zoti Kurti dhe jo e sakt një farë mënyre, por ka gjetur një farë hapësire ku edhe opozita nuk ka qenë shumë e zëshme në kërkesa dhe në farë mënyre tash me listën serbe nuk bëhet asgjë. Ata prap do të kthehen dhe krejt logjika çka dëmi, çka i bëhet sepse fuqizohet lista serbe më shumë. Ata viktimizohen dhe edhe serbë që nuk do ta kishin votuar listën serbe do ta votojnë sepse thonë ja, pushteti në Prishtinë po don me zhduk listën serbe. Në farë mënyre e kemi dëmtuar më shumë deputetin tjetër serb i cili ka qenë jo i listës serbe, sepse tash ai do të metet në hije, sepse ai kënse nuk arritur që publikisht i mbroj interesat e serbëve sa lista serbe. Pra mendoj një politik me shumë gabime. Po, a është e drejtë zoti Arifi që le të themi edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet deklaratës së ambasadës amerikane në Prishtinë, por edhe Bashkimi Evropian i cili nuk i ka hequr ende sanksionet ndaj Kosovës. A është e drejtë që kjo t'i bëhet Kosovës dhe popullit të saj në një kohë që dihet se kush dhe cilët janë ata që i fryjnë zjarreve të destabilitetit në Ballkan? E vërtet, masat ndëshkuese ndaj Kosovës kanë qenë absurd. I Bashkimit Evropian ka pasur mënyra se si të dialogohet me qeverinë e Kosovës dhe në fund kushti kryesor u zbatu tash në fund në zgjedhjet nacionale, pra transferimi paktësor i pushtetit. Dhe mirë po tash duhet kuptuar që Bashkimi Evropian funksionon me demokracinë e pakicës. Nëse një shtet është kundër një projekti apo një veprimi për të nisur, për të iniciuar stopohet e gjithë veprimtaria dhe kjo është tash mangësia jonë që ne është dashur të bëjmë të pamundur që mos na vendosin sanksionet, pra të kemi një bashkëpunim më të thelluar që mos të kemi këto gjëra që kemi sot. Normalisht që nuk është korrekt, por në politikë nuk ka shumë korrektësi. Është mbarët se si din ti me prezentu dhe si mundesh me alat me zhvillu diçka. Prandaj thash, është shumë e rëndësishme me alat me komuniku më shumë, më shpesh, por edhe më thellë, sepse vetëm në mënyrë sipërfaqësore pasojat po vrehen që janë për Kosovën, sepse prap veriu i Kosovës do të mbetet i Kosovës, derisa perëndimi e thot një gjë të tillë. Edhe Kosova s'kishte ekzistuar, po mos kishton perëndimi. Pra në farë mënyre nuk duhet të hiperbolizojmë këto gjëra. Ne duhet të lëvizim me frymën dhe veprimet perëndimore. Dhe atëherë nuk do të na penalizonin, sepse nëse për marrëm shembull lista serbe ka elemente të tilla, duhet ato të faktohen.
Pra siç ka ndodhur rasti me një parti ruse në Moldavi. Pra kanë gjetur mos përputhje në financa dhe atë partia ka ndaluar të merr zgjedhje në nacionale në Moldavi. Pra duhesh të kesh një fakt ligjor mbi të cilin ti e bazon veprimin tënd. Ndërkohë, Kosova, profesor, po shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme në datën 28 dhjetor. Si e vlerësoni situatën politike në Kosovë, pasi palët duket, do më thënë që nuk e kanë gjetur ende atë gjuhën e përbashkët, si dua të di projeksionet e këtyre zgjedhjeve, si i shikoni, apo skenaret që do të prodhojnë këto zgjedhje, si i shikoni? Mund të jenë skenare shumë interesante. Gjithçka varet nga ajo se sa do të kemi dalje të votuesve. Kjo do të jetë determinuese. Sa më pak që do dalin votues, vetëvendosja mund të ulet në përqindje. Dhe nëse vetëvendosja nuk e arrin me kalu 40%, atëherë probabiliteti është partitë tjera shqiptare me u rrit me 26-27 deputet dhe me futjen e aleancës, atëherë mund ta kemi një shumicë shqiptare relative në kuvend. Dhe kjo do ta ndronte komplet lojën. Mandej edhe me pakicat jo serbe, të cilat mund të jenë në lojë, mund të bëhet edhe një numër i mjaftueshëm që edhe për presidentën. Pra, to variacione matematikore, nëse shkojnë në favor të kësaj që po e them që nëse vetëvendosja i hup edhe 2-3 deri në 4%, probabiliteti ekziston me hu për shkak të mosaftësisë me kriju qeveri dhe njerëzit kanë pritur leadership nga Kurti, jo ankesa, sepse ai ka qenë fituesi, dhe kjo në një mënyrë mund ta penalizojë vetëvendosjen në këtë muaj. Penalizimi a do të çonte le të themi në krijimin apo në vazhdimin e krizës në Kosovë, apo do ta zgjidhte krizën në Kosovë? Jo, nëse numërat matematikisht dalin ashtu siç po mendoj që vetëvendosja merra në 40 deputet, 39-40, dhe nëse PDK-ja, LDK-ja dhe Alianca i marrin kanë PDK-ja 27, 26 dhe 7 deputet, realisht atëherë nuk kemi bllokat, sepse të paktën qeverinë mund ta formoj pakica shumica relative, që i bie me 61 numra pa komunitetet shumicë. Kjo do të ishte shumë interesant. Por kjo mbetet me u pa se si ka me rrjedhë. Por që do të ketë ndryshime, do të ketë sepse edhe bashkia perëndimore po na kërkon veprime jashtëzakonisht të shpejta. Për shkak sepse SBA-ja po lëviz shumë shpejt dhe nuk besoj që do ta kenë më luksin që të presim edhe disa muaj, disa të zgjedhjet edhe presidentja apo të shkojmë në zgjedhje. Kjo nuk besoj që do të jetë shumë politike e zgjuar, sepse edhe mund të penalizomi. Politika e pushimeve perëndimore nuk të pret ty derisa ti të rregullohesh, po them në mënyrë figurative. Atë po mendoja, çfarë do ndodhë në fundin e mandatit presidentes Osmani, ku pritet që Kosova të futet në një krizë të re, a mos do të shkojë sërish në zgjedhje vendi, se ky ka qenë skenari të paktën që kam biseduar dhe me të tjerë të ftuar. Vërtet, por nëse partit tjera shqiptare i marrin mbi 61 deputet, që është shumë e vështirë, por ne po flasim tash në mënyrë hipotetike. Kjo edhe me pakicat, atëherë do të rritet presioni perëndimorëve te pakicat jo shqiptare, që janë 20, është numër shumë i madh. Që i bie, atëherë realisht janë edhe numrat për president. Pra, ose mund të kemi koalicion të madh vetëvendosje PDK, nuk e përjashtoj, dhe edhe këtu mund ta kemi edhe zgjedhjen e presidentit. Pra ka janë 2-3 variacione që e shmangin krizën, por nëse dalin numrat e njëjtë siç kanë dalë në shkort 2009, atëherë kriza mund të vazhdojë. E vërtetë është atëherë mund të futemi në një krizë dhe më të thellë, mund të mbesim për të gjitha institucionet kryesore të shtetit derisa të zgjedhet edhe presidenti. Dhe kjo do ishte kosto e madhe për Kosovën. Po sepse duhet patjetër të shkohet prapë në zgjedhje me njëherë deri me 5 mars, nëse nuk zgjedh presidentja, automatikisht shkohet në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Dhe Kosova futet në një spirale krizash që si do ditet nga kjo? Në prill mund të kemi zgjedhje, dikon mesi i prillit, dikon mesi i fundi majit mund ta kemi qeverinë që do të ishte humbje. Po nëse përsëritet i njëjti skenar, nuk ka parashikuar kodi zgjedhor, kodi elektoral apo kushtetuta e Kosovës një dalje nga kjo situatë,
Jo, sepse shikoni, këto janë marrëveshje politike, kushtituta e ka përcaktuar kornizat, mbi të cilat ne mund të lozim lojën politike, por problemi është që këtu kemi shumë irracionalitet. Pra ky është këtë problem, nuk është problemi kushtetues, është problemi politik, sepse partitë shqiptare s'kan dashur që të bashkëpunojnë me vetëvendosin. Kjo ka qenë këtë problematika. Po të kishim pasur raporte normale, sot ne do kishim qeverinë dhe do mirëshim me projekte shumë të rëndësishme. Dhe ne kemi ngecur jashtëzakonisht shumë vonë. Kosova është shumë brapa, në shumë reforma, në shumë gjëra, edhe në aspektin mental, sepse edhe mentalitetin i shoqërisë e determinon veprimin dhe orientimin e tij. Ndërkohë, profesor, çfarë po ndodh midis Kosovës edhe Serbisë në ato që deri dje konsiderohej, le të themi, një mundësi për normalizimin e marrëdhënieve, të paktën kështu i konsideronte plani franko-gjerman. Në çpik të situatës jemi në një kohë ku konteksti gjeopolitik botëror po ndryshon dita ditës me ritme shumë të shpejta. Ka ndryshuar gjithçka, vërtet. Ajo marrëveshje tash është nga disa kënd ushtrime nuk e di sa ka vlerë. Sepse Bashkimi Evropian nuk e ka më fuqinë që të garantoj çka nëse Kosova i zbaton të gjitha, a mund të bëhet antare, a mund të njihet nga to 5 vende, si do të vazhdon tutje, pra ka shumë të panjohura. Këndej SBA nuk është interesuar që të bëhet një paqe e qëndrueshme në Ballkan për shkak të problematikave që i ka, pra në një farë mënyre Serbia është e sankcionuar nga SBA, sidomos energjia dhe nafta, dhe tash Serbia do të jetë përballë një vendimi shumë të madh. Pra se si do të operojë tash tutje, kjo do të jetë një pikpyetje shumë e madhe, por presioni është jashtëzakonisht shumë i fuqishëm i SBA-ve ndaj Serbisë që ta zgjedhin anën amerikane, dhe këto duhet të tregojmë më të zgjuar, sepse interesat kanjëherë nuk janë të përhershëm. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes se si po operojnë në këtë politikën e madhe, e cila po është e paparashikueshme. SBA e ka bërë një ndarje të thellë mes asaj të cilën ka qenë SBA viti 2024. Pra ka shumë ndryshime thelbësore në orientim të politikës së jashtme të SBA-ve. Nëse nuk e kuptojmë, nuk po them që mund të psojmë shumë, por mund të mbesim si një vend i pazhvilluar, i parëndësishëm, dhe kjo do ta helmonte skena politike. I parëndësishëm nga pikpamja gjeostrategjike. Profesor, si e lexoni pozicionin e Kosovës në, le të themi, në doktrinën e re Trump? Në doktrinën e re Trump është e vërtet, është i vetëm shtetet nacionale të fuqishme shpëtojnë. Vetëm ato mund të kenë një farë benefiti nga SBA, sepse është bë politika komplet, politika jashtë SBA-ve transaksionale, dhe tash kur po them kombëtare etnike me qëllim po thash, sepse kjo kërkon një bashkëdyzim të thellë, për jo mo me këto takime qeveritare Kosovë-Shqipëri, ato për mu janë si më thënë ajo, portokallia e misioni, pra atë janë serioze, por një politik e heshtur për e zgjuar. Pra nuk kemi nevojë të bëjmë marketing, po të unifikojmë politika tona të mbrojtjes, të sigurisë, e tjera, dhe kjo ndoshta mund të na jepte një përparësi edhe Kosovës si Kosovë, por edhe Shqipërisë si kom, pra një farë mënyre sepse do të shihej më ndryshe, pra si një vend që ka potencial në shumë dimensione. Duhet ndryshuar narracionin, diçka nuk po lëviz as Kosova as Shqipëri. Shqipëria i ka disa përparësi, po në politikën e brendshme ka shumë angësi. Dhe kjo në një mënyrë duhet të gjendet ajo çka i mungon Kosovës dhe çka i mungon Shqipërisë që të përmbushen. Duhet të lëvizim më shpejt, duhet të lëvizim më zgjuar, por problemi është po e vërejtë që as elita intelektuale nuk është në atë drejtim, është e politizuar dhe e ndarë në dy tabore, pro Kurtit edhe Shqipëri dhe pro Edi Ramës, që për mua është e gabueshme se të dyja palët nuk janë bashkë në drejtimin e duhur. Në këtë kaos gjeopolitik të krijuar, profesor, sa të mundur e shikoni një bashkim të mundshëm, se ndërkohë që ju po flisit vetëm këtë po mendoja? Unë e thash në mënyrë të heshtur dhe të zgjuar, nuk do të thotë t'i themi bashkim. T'i bashkojmë politika, siç ka thënë Arbër Xhaferi, mbrojtësia shqiptare, pra t'i bëjna politika tona fiskale e monetare të njëjta. Kjo është për mua, nuk kemi nevojë me letra t'i bëjmë gjërat. Duhet të lëvizim një herë në mënyrë më të zgjuar, mandej duke parë dhe duke bërë. Po varianti që është
sugjeruar së fundmi, është kërkuar nga presidenti Osmani, por edhe në Kongresin Amerikan është sugjeruar që një nga mënyrat nga i nderuari profesor Eduard Joseph është sugjeruar që e vetmja zgjidhje për Kosovën do të ishte futja e saj në NATO, sepse kjo do ta lehtësonte shumë barrën e Kosovës në raport me Serbinë. As Serbia nuk duhet të deklaronte pastaj e njeh apo nuk e njeh, po as dhe Kosova nuk do kishte nevojë për njohjen apo mosnjohjen e Serbisë. E vërtet, Eduard Joseph, profesori nderuar, i ka pasur një ide më herët, e ka bërë një punim mbi atë çështje se si duhet Kosova të integrohet minimumin e BE dhe në NATO për ta defaktorizuar Serbinë. Por ajo ide nuk gjeti në atë kohë, në kohën e Joe Biden, nuk gjeti mbështetje, dhe tash po e provon, e ka riformuluar një ide që është dhe më e mirë se sa e para, që edhe Serbinë dhe Kosovën t'i ofrohet antarësimi i shpejt në NATO, që për ta mbyllur, sepse antarësimi në NATO Kosovë-Serbi nuk është vetëm për ta mbrojtur Kosovën, por për ta mbrojtur realisht komplet Ballkani Perëndimor, por edhe vetë kontinentin e Evropës nga depërtimi i palëve të treta. Pra kjo është një strategji jashtëzakonisht e zgjuar, por duhet të punohet tash më shumë me partnerët amerikanë se a mund të bëjnë, a është e mundur të ndodhë, për shkak se Serbia edhe mund të pranojë, por çështja e Kosovës është edhe politike brenda antarëve të NATO-s, sepse kanë antarë nuk e njohin, a mund Trumpi ta bëjë të pamundurën. Kjo do ishte politikë që ne do duhet të lëbonim në SBA, por në SBA ne nuk kemi as kompani lëbuese. Imagjinoni po poshtë kemi ra. Do të thonë nuk kemi duke kuptuar asgjë çka po ndodh. Prandaj mendoj që qeveria Kurti 2 në një farë mënyrë nuk e meriton disa gjëra të cilat ajo mendon që i ka bërë. Zoti Arifi, të falenderoj shumë për opinionet. Ju lutem. Kënaqësi. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Azdren Shala nga Prishtina. Azdren, kënaqësi që të kam. Përshëndetje Redi, faleminderit për ftesën. Së pari, urime për emisionin, në cilin kanal ishte? Në Klan Kosova, normal. Në Klan Kosovën. Urime dhe suksese. Emisioni fokusohen vetëm tek temat e historisë. Faleminderit shumë për urimet. Fokusit historia, Fokusi historia me profesion, kam pak vokacion politik, prandaj edhe jam i ftuar tek ju në studio. Azdren, çfarë po ndodh me zgjedhjet në Kosovë, se në Shqipëri zakonisht domethënë i bie gati 2 javë afërsisht para 28 dhjetorit datës zgjedhjeve, dhe sikur këtu tek ne nuk është se vijnë ato frekuencat e ndonjë, le të themi, tensioni që mund të prodhojnë këto zgjedhje. Këto janë në radhë parë, siç e dim gjithë, edhe ju edhe na këtu, janë të jashtëzakonshme, në pamundësi për me konstituuar një qeveri nga i rezultati i nënshkurtit, pra ku fitoi Lëvizja dhe vendosje me 42%, ajo bllokadë 9 mujore u zgjidh duke shkuar vendin në zgjedhje të parakohshme, këtë jashtëzakonshme, pa me ndonjëherë në historinë e Kosovës, të paktën nga pavarësia e kënej, madje edhe nga çlirimi i 99-s. Po ja ku jemi tani, deri sot sa lexoj situatën unë, kemi pak a shumë listat e njëjta të partive politike, me pak emra ndallime dhe pak a shumë mendoj që ka me qenë edhe rezultati i njëjtë. E ky rezultati i njëjtë do dalin nga 28 dhjetori. A do të provoj krizën e njëjtë, bllokimin e njëjtë, kjo mbetet më pa, duke i gjykuar deklarimet e partive politike ose më mirë me thon krerëve të tyre, po e shohim një zbutje të gjumës, edhe nga ana e Kurtit si i pari ngar, edhe nga ana e Bedri Hamzos, kryetari i ri i PDK-s, po ashtu nga zoti Abdigjiku dhe Ramush Haradinaj. Urej që me qenë kështu, urej me maj këtë tempo deri në fund, por kam frikë që prap rrugës deri të fillon fushata, me që tek ne fushata fillon me datën 17 dhjetor, zyrtarisht akoma s'kemi një fushat, urej me maj këtë gjumë, edhe me pas pak a shumë mirë kuptim që me pas qeveri të paktën pas datës 28 dhjetor. Ndryshe, udhëm në krizë ekonomike dhe krizë financiare. Ju thoni që partitë kryesore do të mbeten pak a shumë në të njëjtat kuota. Nuk ka patur një kosto politike Albin Kurti për shkak të pafuqisë për t'i dhënë një zgjidhje politike krizës në Kosovë? Me një vend ma normal, do të duhej me ra edhe 10% tjera.
por me një vend si Kosova, ku opozita është vetëm formalitet, është veç formale, Albin Kurti pa drejtësisht qëndron prap aty ku ka qenë me 9 shkurt. Pra kret kjo blokadë 9 mujore, të cilën fajtori kryesor, leximin e çdo politikologu serioz, del Albin Kurti, partitë tona ish opozitare, mi më thonë tashmë, PDK, LDK, AK, nuk kanë ditë me kapitalizue, nuk kanë ditë me adresue të qytetari fajin e vërtet Kurtit, dhe ja ku jemi, Kurtin him këto zgjedhje, sikur mos me qenë fare autori i një krize 9 mujore. Pajtona me ju, pritshmërit normale, leximi normal i situatës, do të duhet me të quhet ideja që po, Kurti lyp me ra sepse e mbajti të bllokuar vendin. Por për me ra Kurti, me treguar njerëzve, qytetarëve në Kosovë, që Kurti është fajtor, duhet një vokacion, duhet një tregim i opozitës, gjë që ka munguar për gjatë këtyre 9 muajve. Madje herë pas here i kemi pa duke qenë në nështruar Kurtit, duke u bë palë me Kurtin në këtë atë maskarat 9 mujore. Ndërkohë, nuk është se edhe në opozit gjërat kanë qëndruar, le të themi, pa ndryshuar. Kemi dorëheqjen e zotit Krasniqi dhe ardhjen në kryet PDK-s të zotit Bedri Hamza, i cili ishte dhe në Washington së fundmi. Pra, do doja dija pse nuk e kapitalizon dot opozita në Kosovë, le të themi, gjithë këtë situatë krijuar. Çfarë nuk shkon? Thash, ka patur një ndryshim, për të mos thënë që ka qenë e ngrirë situata. Ka një dorëheqje, ka një person të larguar dhe ka, le të themi, një person tjetër i cili duket që i ka lidhjet shumë të forta në Washington, të paktën sipas asaj që lexojmë ne nga këtu. Pra, si shpjegohet që pavarësisht këtyre ndryshimeve, opozita vazhdon të mbetet në këto kuota? Po, pikrisht ky është naiviteti i PDK-s këtë rast, me se është partia e parë opozitare. Në rast parë, dorëheqja e Krasniqit nga posti i sekretarit dhe zëvendësimi i tij me Bedri Hamza është një zëvendësim, është një lëvizje e krejut PDK-s për arsye të PDK-s të brendshme. Bedri Hamza nuk ka ardhur kryetar me zgjerue elektoratin e PDK-s, por ka ardhur kryetar i partisë me rujt strukturën e PDK-s të papërçame. Kjo jo domosdo bjen ose e shton numrin e votuesve për PDK-n në zgjedhjet e 28 vjetorit. E dyta, vajtja e Hamzës në Amerikë mu më gëzon ky fakt për arsyeën e thjeshtë, sepse Bedri Hamza potencialisht nesër mund të qenë kryeministër. Sa më të mira raportet me SBA nga kryeministri i Kosovës, nëse ka me qenë Bedri Hamza, aq më mirë. Por vajtja e tij në Amerikë nuk ka qenë rrugtim ose takim diplomatik i një kryeministri, ka qenë i një kryetari i partisë opozitare, dhe me këto ata po tentojnë jo me rehabilituar raportet me Amerikës, ato i rehabiliton Albin Kurti, që është akoma kryeministër, i rehabiliton Vjosa Osmani, jo Bedri Hamza, padyshim edhe kjo e rëndësishme. Por vajtja e tij në Amerikë ka pasur qëllim me krijuar në Kosovë efekt elektoral. Pra naivisht beson që bashkimi ose mikpritja nga ana amerikanëve në Kosovë t'i fiton zgjedhjet. Jo, në Kosovë t'i fiton zgjedhjet ballafaqimi me Kurtin. Kur ti, për gjatë kësaj blokade 9 mujore, shpeshherë që ja pash fillim të emisionit, ke qenë në qerre me Kurtin, të ja votuar Dimal Bashën, duke mos e votuar kandidatin nga lista serbe, që është Partia e Kosovës, ti deshe, i e rekrutuar brenda psikozës Kurtit. Prandaj Kurti nuk ka rënje të madhe në numra, sepse këta kanë vepruar njësi Kurti. Në disa momente, të friksum, të hamendësum, pa pas qartë situatën, se si do të provohet, kanë vepruar njësi Kurti edhe me ide që po bëjnë mirë. Fakt, i kanë votë Don Kosovës. 2 herë ka shkuar në gjykatë kushtetuese Londra, 2 herë Kurti gjatë këtij procesi 9 mujor e ka shkelë kushtetutën, dhe këta ton kohë kanë qenë të heshtën. Nuk mjafton një opozit normale me deklaruar publikisht për media që Kurti është gabim. Duhet me nal Kurtin. Me më kallëzu që është gabim, e kuptoj edhe unë si qytetari i thjeshtë, por puna jote si opozitar në kuvend është mja pamundësua atij që me shkel kushtetutën disa herë radhazi tentativ për me kontrabandue Albulena Agjiu, sekretarit të kuvendit, me votim të fshetë. Prandaj kjo pasivitet i opozitarizmit në Kosovë ka bërë që Kurti në fund me pas dilema qytetari, a është fajtor ky apo mos vallë është fajtor opozita. Ndërkohë, Azdren ka patur dhe një reagim jo vetëm të ambasadës amerikane, në fakt, po kemi marrë atë si le themi si shembull për sa i përket le themi Albin Kurtit drejt për drejt në lidhje me të qenurit e tij sipas asaj deklarate
si një njeri që po i fryn destabilitetit. Si e vlerëson faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të kenë të njëjtin qëndrim dhe Kurti vazhdon të marrë, po themi ashtu siç ju paremëruat, të njëjtin rezultat? Dëgjoni, qëndrimet e Kurtit i kanë kushtu Kosovës. Mirë po, para se më ardhë këtë konfrontim i Albin Kurtit, si kryetari i qeverisë tonë, me State Department, me SBA, me Amerikan, ne kemi pas një fushat paraprake, 15 vjeçare, ku Amerika në synet e aktivistit, në synet e votuesit të vendosjes, është demonizuar gjithmonë si imperialiste, si neokolonialiste. Prandaj, ajo që njerëz normal në Kosovë i shqetëson prishja e raporteve eventuale me SBA-n, por votuesin e vendosjes që i beson blanko Albin Kurtit, i edukuar me një frym anti-amerikane prej vitesh, është shpes. Pra Kurti është komunist. Shqetësimi jem është ky që Kurti e ka për një me konfrontimin me Amerikan. Nuk e ka pjesë çështje elektorale, nuk e ka pjesë për konsum elektoral me që jemi fushat. Ai e ka devizë përhershme ideologjike anti-amerikanizmi. Unë si pjesë e vendosjes, kur kam qenë ato shkolla politikës, pak më i ri se sa tash, aty na është shpjeguar që Amerika është imperialiste, që BE-ja është imperialiste, që unë mikë e Uleksin Kosovë janë zëvendësim i aty një kolonive që e ka pas SBA-ja, Anglia e Franca. Pra kjo frym ka ngjizë dikun, ka kriju momentum, ka kriju ide në shoqërinë tonë që për një mosh e tillë Amerika. Sot shumë shqiptar Amerikan për shkak të diskursit Kurtit e shohin ashtu, pra imperialiste edhe neokolonialiste, dhe kjo është skandaloze. Prandaj mu shqetëson ky fakt. Amerikan nga ana tjetër veprojnë, vazhdojnë me majtë një raport minimal me Kosovën, jo me Kurtin, por Kurtin obligohen me respektu sepse është kryeministri i Kosovës. Nuk e kanë me Kurtin personalisht. Me Kurtin personalisht, kur do që në kom pushtet, unë e besoj shumë që kam qenë nën grata, që është që tash, ky është kryeministri i Kosovës. E interesi strategjik i SBA-s është Kosovën me pas në përbitjen e vet. Prandaj ata e respektojnë një minimum etik e një minimum politik me Kurtin edhe negociojnë. Dhe nga ana tjetër kemi partitë opozitare që heshtin. Pra, për herë parë historinë tonë, e kemi një lider i cili shfaq hapta doza amerikanizmi. Ju këtë histori e keni përjetuar 44 me Enver Hoxha kur instalohet ajo që quhet diktatura komuniste në plenumin e Beratit. Kemi më rrinë që aty, Kosova po më rrinë mas 100 vite gati, imagjinoni. Ndërkohë, Kurti thot tjetër gjë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Azdren. Thot që të gjitha krizat që unë kam pasur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhen me interesa shumë të rëndësishme të Kosovës, siç është veriu i Kosovës, siç është puna e asociacionit. Pra, nuk është se e pranon këtë që thoni ju, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës shikon si imperialiste apo Europën si imperialiste. Pra, thot fërkimet që kemi pasur vetëm për interesat dhe hallet e Kosovës. Dëgjoni, ajo është alibia e Kurtit. Por nëse Kurti mundohet dikuj normal për shoqëni me i treguar që interesi i Amerikës është kundër asaj Kosovës, ai po e dezinformon minimalisht publikun. Amerika është arsyeja pse jemi gjallë sot në Kosovë. Amerika është sponzori dhe arsyeja pse na kemi pas çlirim në oceanën. Po ashtu Amerika është arsyeja sponzori pse ne kemi pas pavarësi. Edhe nëse sot Kurti më thot indirekt që unë konfrontora me Amerikën për interes Kosovës, ai po thot një kohë në tekst kësaj është që Amerika është kundër të interesit të Kosovës. E kjo është e papranueshme, sepse na e dim shqiptarët historikisht, sa i kemi besuar Amerikës, na ka dalë mirë. Qysh nga ai Woodrow Wilsoni, kur e riberi ose e rinjohu Shqipërinë e konferencës Parisit, deri te Nana Rambuje, i kemi besuar Amerikës. Se mi komfort sigurt, ama na ka dalë mirë. Prandaj kjo deklarim e Kurtit, me threshtave lexohet prapë si anti-amerikanizëm. Pra Amerika pas ka interes kundër Kosovës, e për në dekla një komunist si Kurti që po e mbrojka. Këto fabula nuk është mirë me i hongër, këto fabula është mirë me i çmontue, edhe me kuptuar një që në kryet vizë e kemi një komunist i cili me anti-amerikanizmin po e përsëris e ka devizë përhershme këtë ecën e vetë politike. Po, edhe bindja me sy mbyllur. Dëgjoni, neve vazhdimisht në ka thonë Kurti që me Amerikën nuk ka veç raporti i nënshtrimit edhe i subordinimit. Do në pas koordinim. Unë menoj që në politikën e jashtme, këtu i besoj agjit Marx. Karl Marx i cili thot, politika e jashtme është shprehje e koncentruar e ekonomisë. Cila është fuqia jote ekonomike, cila është fuqia jote ushtarake, që ti me qenë palë e barabartë me SBA.
na gjithmonë kemi qenë meny në tavolinën e shebave, po edhe duke qenë meny na ka dalë mirë. Në Rambuje, na i përna negociata aty në 99, por në fakt aty nuk ka negociuar me ty Amerikan, veç kanë negociuar për vendimin. Ti ke pas dy zgjidhje, ose e pranon ose jo. Kur se ke pranuar, dihet pasoja. Kur e ke pranuar, ka ardhur produkti, që është liria, ma vonë pavarësia. Prandaj, ky iluzioni jon që mundi me qenë palë barabarta e negociueshme me SBA, për një me është marrëzia llojit vet. Na në Kosovë e kemi një fabul, themi kështu. Bretkosa, kur e ka pa kalin, to e vendos patkonin, e ka qu komen edhe ajo. Më falë, po koma jote është më e vogël. Nuk mundet me pas atë madhështinë e kalit. Kështu që këto Barceleta është 1 milion onash. Azren, nisur nga projekcioni që ti thua, si e shikon fatin e krizës politike në Kosovë? A do zgjidhet me këto zgjedhje? Apo do të rihyjë sërish në të cikle që do përsëriten edhe me zgjedhjen e presidentit? Unë besoj që të gjykuar gjuhën e liderëve, thash, deri tash partijak, nuk ka me pas krizë institucionale, kriza e përmimit e institucioneve ka me marrë fund pas këtyre zgjedhjeve, por kemi më fut me një krizë tjetër. Pse po ja them këto? Sepse edhe Bedri Hamza, kryevi i PDK-s, edhe Abdi Gjiku, kryevi i LDK-s, dy partitë më të mëdha opozitare, po shprehën mes rreshave kajere direkt që nuk e përjashtojnë pas këtyre zgjedhjeve një koalicion me Kurtin. Aty sigurisht marrëveshje politike hyn edhe çështja e presidentit. Pra na përfundojmë krizën e themelimit të institucioneve, por nis një krizë tjetër, që është kriza e qeverisjes. Çdo qeverisje ku është Kurti në ekuacion ka krizë. Prandaj për mua e përfundojmë këtë krizën e bllokimit institucional, edhe fillojmë me një krizë tjetër që quhet kriza e veprimit institucional, që ka me prodhu pasoja edhe më fatale. Uroj që këta mi thirrë mendos, pas 28 vjetorit, prap me lën Kurtin, me konsumua fatin kushtetues, sa i takon me kushtetues, nëse deri pari, pastaj me pas një qeveri nga ish opozita, nuk ku përfshihet AK-ja, PDK-ja edhe LDK-ja. Ndërkohë, Azren, si e shikon pastaj fatin e Kosovës nëse ripërsëriten të njëjtat kriza, si e shikon raport me ecurin e saj në mundësinë për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë? Pra, sa do të ndikojë e gjithë kjo në raport me ajo që është agenda më e rëndësishme e Kosovës? Na shtallet pse na pret dialogu edhe secili kryeministër i ardhshëm, këtë rast lider opozitar që është kandidat për kryeministër, e din që kemi me pas hapin e parë, çështën e parë të kryeministër, negocimin me Serbinë, edhe Milan epilog këtij raundi negociator, por këtë arsye dhe refuzojnë me marrë kryeministrin. Këto e ka bërë Kurti vet. Prandaj nëse na prap dështojmë, nëse prap e zvarritim procesin për krimin e qeverie, pasojat ka me qenë kolaps ekonomik. Na në mars mbesim pa buxhet, buxheti i ri nuk mund me u kalue, sepse parlamenti i ri që del nga këto zgjedhje nuk ka qeveri që e propozon buxhetin. Him krizë të pagave të punësve civil. Kolaps ekonomik, kolaps diplomatik, sepse me Serbinë duhet negociue edhe mu marrë vesh qoftë edhe përkohësisht, sepse është interesi i BE dhe i SBA-ve, e ti s'ki qare pa pranuar, dhe nëse kjo ndodh, unë shoh një perspektivë tepër të zymë të shqiptarëve në Kosovë. Uroj mos më ndodh tash, uroj mi thirrë mendas, edhe uroj me dal një lider partijak në Kosovë, me marrë vojza 15 rastarit, edhe me shkuar në Bruxelles me thonë po, duhet me janis zbatimi i marrëveshjes së Brukselit edhe aneksit polit. Pik. Nuk është një got helm, por nuk kemi qare pa e pi. Kishte më thonë Alia Izetbegović, ty shka thonë për Daytonin. Ndërkohë, Azren, duke qenë se nisur nga ajo që ju thatë përsa i përket një, le të themi, një munges tensionesh apo një lloj dakordësie në heshtje midis palëve në Kosovë, a mos paremon kjo që pas këtyre zgjedhjeve do kemi një qeveri me bazë të gjerë në mënyrë që Kosova të kryej, le të themi, ato detyrimet e saj kushtetuese? Unë besoj shumë që kemi me pas qeveri mes Kurtit edhe një partije. Ky është gabimi prapë, sepse me Kurtin prapë je në krizë. Ki e përfaqësim, ki e kryeministër në Bruxelles, e bën marrëveshjen, por vazhdon kriza ekonomike, sepse koncepti i tij për shoqërinë është komunist. Sa më e varfër shoqënia, aq më e vlefshëm beson Kurti, aq më me vlerë beson Kurti. Pra kemi pas qeveri. Unë mendoj që mas të zgjedhjeve, marrëveshja politike që ka u bë në leximin tim mes PDK-s dhe vendosjes, që shu po shihen fjalë deri tash, ka me prodhuar edhe presidentin. Pra kanë mu marrë për kryeministrin,
kryeparlamentarin edhe presidentin. Mjaftueshëm, kanë numra për mi arrit të trija këto poste. Dhe kjo është leximin tem e ardhme e Kosovës, një qeveri vetëvendosje me PDK. Kjo do ta zgjidhte përfundimisht krizën politike ku është Kosova, një bashkim të tillë, një aleancë të tillë. Po nuk I zgjidh problemet reale të qytetarëve. Ekonomia jonë në tokë. 9% diferenca mes importit dhe eksportit. Shumë biznise po falimentojnë Kosovë. Fuqia blerëse e konsumatorit është kara për tokë. Pra, inflacioni më I lartë se çdo vend rajon. Nuk e di Shqipëria që ka. Prandaj këto zgjidhje ekonomike nuk e besoj, pavarësisht ideve progresive që mundi pas Bedri Hamza, me kursin qeverisje nuk realizohet, sepse kemi një djath që është Hamza, me idenë e tregut, liberalizimin e tregut, edhe kemi një komunist Shkurti që I lufton vazhdimisht këtë ato bizniset mëdhaja. Prandaj kjo për mua shqetësim. Mbasi në aspektin diplomatik, do të kemi lehtësim, do të kemi marrëveshje, do të çlirohemi nga masat e BE-s, për brenda ekonomia ka me qenë zor e rikuperueshme, për sa kohë Kurti është pjesë e qeverisë. Azrend, falenderoj shumë që të kisha. Kënaqësi si çdo faleminderit profesor. Kënaqësi. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.